Pashun sot e Berisha, nuk ishit. S'naftoja, ishte me ftesë, ky ishte me ftesë. S'ka vajt. Ti Marsit kishe ftesë? Kisha leksion, po. S'vaje do, da? S'vajta do. Po ti flogerës kishe? Kisha. Po ti quajnë dhe majto, po prodaj. A do bu hap? Apo pra, dhe i mendimit ndryshe. Ti e nis hapjen me mbyllje. Po ti Marsit, ti Sebastian? Kisha ftesë faktikisht, S'vajte dhe ti. po nuk pata mundësi, isha në lajme. Kishe lajme. Po unë pëse s'vajte dhe mua më ftuan. S'kisha asgjë në fakt. Po s'vete kur në këto, i kam të merë. Si quaj kjo? Ne të pjosim orën se Ola ishte. Jo, si quaj kjo tryeza, jo. Ola ishte. Si, Alternativa për Shqipërinë. jo, si ishte ajo Marsit? Zgjidhja për Shqipërinë. Zgjidhja për Shqipërinë. Zgjidhja. Për Shqipërinë. O, Jo, prit se e kishte që interesant. më da që interesant nuk ishe, po digjo. Po ky shiu, vazhdo nesër prapë, më? Për Ma që mbytje? nesër është nami. Ha? Është si në Myni. Po edhe nesër 100% shansë. Po do ketë përmbytje nesër prapë në këto, Vlorë, Gjirokastër. Po pora shi ka përmbytje. E pata të është një bukur, ka filluar në Durrës, ka fillu kjo biznesi i taksive me varka. Pa kishim bërë dhe reklam sponsor të ata Të kujtë varkave. të padullit po. Herë. E kemi një video më të Dianisa Ledios, me shumë e bukur. Ishte njëri që mirë të lekët, dhe mirë të jetë çonte nga një rrugë, nga një... Thuaj që s'kemi shpirt si për Marsi pas. Perë. Qa perë. Çdo kriz është një mundësi, më çan. Ambientohet, që ambientohet njeri jo, por. Ambientohet me çdo gjë. Shof që më ka marrë Meksi në telefon. Shëndetje toksor, po shëndetje toksore, ju sa për kemi mbritur, kemi live, tu në emisionin tim Zonë e Lirë, në MCN TV, si çdo të martë të mërkur në orën 10 darkës dhe të premten, në 9 të darkës. Sonde me gjevatjala është e premte, data 9 janar 2025, do të shumë që erdhët. Të jemi bashkë dhe në orën 11, do të dhe pak më shumë. Sonde me Ola Zamën, gazetare ekonomie, investigative e papare. Ola, falenderit që mu i ktheve. Sonte në studio Sebastian Zonja, MCN Plus, Gazetar Plus në MCN TV. Flo Gert Musha, gazetar, specialist komunikimi, Ledo Pikalo dhe Marsit Gupi, si gjithmonë, avokat penalist dhe pedagog të Marin Barleti. Shna mëson antikiteti, lish filozofik. Dhe sigurisht pa unë burkore të futemi direkt në zemër të aktualitetit, sonte zonja Zotrinj, për qefin tuaj dhe për qefin tonë do të mundohemi të hedhim dritë dhe të ndezim projektorët mbi aktualitetin më të fundit në Shqipëri. Do të nisim me doset e reja të Tigrit, zonja Zotrinj, të Tigrit, si që quan ndryshe Arben Ametajn, ne këtu prej kosh e kemi pakëzuar si Alqivjavi. Tash 2025, mos e më kam betur akoma, më kam betur nga viti që sa po lan pas. Po sot është data 9 janar 2026, zonja Zotrinj, ndjes për lapsusin. Si që thoshe, pra do nisim direkt me dosjet e reja të Tigrit, Tigri ose ndryshe Alqivjavi, si që quajmë ne, Alqivjavi i cili dha një intervistë 4-800 peka, dhe ne sonte bashkë me Olën kryesisht do të merremi pikërisht me dekriptimin e këtyre akuzave të reja, dosjeve të reja që kanë nxjerr Tigri. Po me një pas Tigrit, nëse Ola do të dëshiroj të ri me ne, po është e lirë, nuk dua ta mbaj të lodhet për te kësaj, kam thënë në fakt vetëm për dosjet e Tigrit. Ne do të flasim me miqta në studio për Shtetet Bashkuara të Amerikës, ambasadorën e cila ishte dje sërisht pra për këtë vit të ri 2026. Ngarkuara me punë. E ngarkuara me punë, po, tamam se nuk është Në fakt ambasadora. Po e ngarkuara me punë, le themi Van Horn, sepse amerikanët si shtam nuk kanë ambasador në rajonin e Ballkanit, fare nuk kanë asnjë ambasador. Ishte në SPAK, ku kështë lëndë një mesazh shumë interesant, do lexojmë pas pak. Pastaj sigurisht pyetja që e bëri të gjithë ju në shtëpi,
mund të duket alucinante si pyetje, por gjithsesi përdesa është një perceptim i ri që po qarkullon gjithandej, ne nuk mund ta shmangim dot. Ramsi 4, zonja e zotrinj, a do thirret në spak brenda Marsit apo jo? Deri këto momente jemi në rrafshin e legjendave urbane, nuk ka absolutisht asnjë indicie për këtë gjë. Pastaj do të flasim për Ramsin 4, një polemik që ka nisur dje me Fantomasin. Ai e quajti Ramsi 4, pasi polemike, në fakt qesharake që sot ishte, në fakt nisi që dje. Replika sot. Replika sot ishte e Ramsit dhe goxha e gjatë. Ndërkohë no, ma nis pak atë replikën e Ramsit gjatë, ta kem këtu në celular, sepse ndryshe do haroj, do ta citoj tamam. Ndërkohë që pyetja është, ai ka thënë Fantomasi, ti je e vetmi opozitë reale në Shqipëri. Dhe pyetja është, a duhet të mbështetet Fantomasi që të bëhet rotacioni, mbas është i vetmi njerëz që mund ta rrezojë Ramsin. Flasim pas pak dhe sigurisht nuk mund ta mbyllim këtë emision sonte dhe pa folur për përmbytjen e madhe. Kësaj radhe do shohim pak më gjerë, Marsili do na ndihmojë dhe do bëjmë pyetjen. Pyetja që shtrohet është, dakord, përmbytja e madhe ndodhi, po arka e Noës ku është? Po Noa vetë, cili do jetë? Noa i cili ishte i vetmi që mbijetoi nga njerëzimi, pasi Zoti tha ta përmbyt botën, sepse me gjithë ta kalpsira që ka këtu nuk ja blen më. Noa mbeti. A do jetë Ramsi 4? Noa, a është Noa Ramsi 4, apo është dikush tjetër që do mbijetoj? Këtu do marrim vesh pas pak. Fillojmë pa mburkom me fabulën e parë, dhe që është aktualiteti më i nxehtë. Ola, po ta lë fjalën ty, para se të marrim me radhë. Unë kam përgatitur, Eno ka bërë një punë brillante, se ka gjetur me imazhe të paktën 3 ose 4, 3 më duket, 3 nga dosjet e reja që ka hedhur zoti Ametaj, alias Tigri, alias Alqiviadhi, dje në Syri TV në Peka. Le të fillojmë të shohim këto, Ola, dhe pastaj ç'a skemi imazhe do i vazhdojmë bashkë. Për shembull, kjo është e para fare. Kjo është tek park. Ë? Durana tek park. Durana, ja, një sekond vetëm, Ola, që ta lexoj këtu unë. Ta lexoj Durana Parkun, si quhet Durana tek park, po. Durana Parku, kjo që po shihni në ekran, zonja zotrinj, është fiks harta, siç e shikoni. Toka është nga larg këtu. Është me pamje me Google Map. Kemi këtë foto 1, kemi këtë foto 2 jaku është. Shikoni barin atje? Përtej atyre dy rrugicave që kalojnë makinat, është një makinë, gjitha pjesa fusha atje duhet të ishte normalisht një ndërtesë, një seli apo jo. Kemi dhe një park teknologjik. Do të kishte një park teknologjik, një tip Silicon Valley, alla shqiptar që apo jo. Le ta themi kështu. Dhe pse ka lidhje me Akshi Durana Park? Ja dhe Ramsi 4, i cili ka qenë në hapjen e Durana Parkut, që ka bërë hapjen, inaugurimin. Dhe Ola, para se ja fjalën, kemi dhe këtë foton këtu nga Durana Park, ku mbi të gjitha thuhet, përveç tjerave thuhet Edi Rama, tha se parku synon kryesisht të mbështes talentin shqiptar, duke përfshirë partneritetet me Microsoft dhe disa universitete europiane. Jo, Ledio, mos unë gatro me atë, ai është tjetër gjë ajo. Ri këtu një herë dhe ktheu mbrapa. Pastaj tha qëllimi ynë kryesor është të angazhojmë sa më shumë talent shqiptar, tha kryeministri në derara zyrtare. Tani ktheu pak, Ledio, te foto që kishe përpara, te ajo fusha, dhe po i lë fjalën Olës. Ky ka inauguruar, Ola. Nuk e se kur ka ndodhur, nuk e se para sa kohësh ka ndodhur kjo fjale e Ramës, do shta vjet pra vjet. Ku ka qenë apo ka shumë? Duhet të ketë qenë në 2025 vjet, me që se jemi në 2026, duhet të ketë qenë më e shkurt. Qa ndodh tani, Ola? Pse para njerë... Kërështë të meluar kompania Durana. Pse Ametaj këtë se thuash e hodhi dje në treg si një akuzë, si një dosje, si një aferë që duhet të investigohet. Qa ka këtu për investiguar? Këtu ka për të investiguar shumë gjëra, por mbi të gjitha, pjesa kryesore që shërben publikut është që një grup kompanish, lista që shpërndau një ditë më parë në intervistën e tij ish zëvendës kryeministri Ahmetaj, ishte me 46 kompani, por në fakt, sipas informacioneve që na thonë, deri më sot kanë marrë autorizim 100 kompani, të cilat janë vendosur thjesht vetëm virtualisht, pra kanë regjistruar një NIP, sikur janë në këtë zonë kadastrale në Gjavzotaj, që të mos paguajnë taksa dhe që të përfitojnë nga letës tjera që ofron një zonë e lirë ekonomike e zhvillimit. Pa kanë përfituar deri tani? Që nga momenti që ato kanë marrë autorizimin për vitin fiskal
2025 varet nga muajt e mbetur që mund të kenë përfituar. Si, s'paguajnë asnjë taks? Që ne ta dim këtë, do duhet që të presim bilancet audituara të këtyre kompanive, që dorëzohen afati tashmë është lënë korriku i 2026, më përpara ka qenë marsi, po për shkak të pandemisë u shtyn disa afate dhe pas korrikut ne do shohim se sa kanë përfituar në taksa, por SPAK, prokuroria e posaçme nëse e ton, apo edhe prokurorit e rrethave, se varet ku mund të gjendet fokusi dhe elementet e veprës penale dhe pse kjo është e gjitha një strukturë kriminale se mbrapa janë kompanitë e Ergysa Gasit, po do dalim atje. Se ka lidhje me Akshin kjo Durana apo? Patjetër. Jo, klani, grupi kriminal i strukturuar që kishte zaptuar Akshin, tashmë na dalin që kanë formuar një konglomerat kompanish, Ermal Beqiri, Ergysa Gasi dhe disa kompani të tjera, të cilat kanë marrë autorizime për të regjistruar në Durana Tech Park dhe të mos paguajnë taksa. Pra, letësia fiskale që ofron... Pse Tech Park? Janë vetëm për kompani teknologjike? Janë kompani të fushës IT-s, janë kompani të dizajnit, pra çfarë ka të bëjë me inovacionin teknologjik. Pikërisht pra, një kompani ndërtimi për shembull, ose ku diun, një kompani tjetër që merret me patate, s'mund të futet atje. Bëhet fjalë vetëm për këto të teknologjisë. Fokusi i punës që ofron ajo kompani duhet jetë... Dim që kush regjistruar në këtë fake, po themi, parke, një sekundë, Flogert, në mbaroj me Olën dhe do vitë ty. Kush regjistruar në kompanitë të Ola? Digi, ke që me... Po, 46 emra nëse do, i them të gjitha emrat të kompanive. Janë emra të njohur, do me thënë, apo jo? Janë kompanitë e Ermal Beqirit, kompanitë e... Janë të gjitha? Sa kompanitë e Ermal Beqirit? 20? 2 kompani, EA Logistics dhe një tjetër kompani ndjes që nuk... Nëse më lejoni, mund të lexoj emrin, sepse nga që janë 46 kompani... Jo, nuk na duhen emrat. Pra, janë 2 kompani të lidhura me... Zotit Beqiri, po? Ermal Beqirin, 2 të tjera të lidhura me kompani të lidhura me Ermal Beqirin. Ermal Beqirin kujtojmë që është... Bashkëpunëtor i Ergysa Gasit, i dyshuar për grup të strukturuar kriminal, për pengmarrjen e biznesmenit dhe për fitimet të tenderave të palishme nga industria kombëtare. Dhe ka mas arresti për të? Është i shpallur në kërkim. Në kërkim, së bashku me Ergysa Gasit. Dhe ndërkohë, kompanitë e tjera, Ola që janë atje, pa nuk ka nevojë tani që ti lexojmë të gjitha emrat e kompanive, nga aq se i ke parti, nuk është të rezulton ndonjë emër i njohur që ka dalë përpara në dosjet e SPAK-ut. Siç kanë dalë për shembull Beqiri dhe ky Ergysi. Ato kompanitë e tjera që janë këto 46 kompani që theti, të rezultojnë emra të tjerë të njohur që media, që se thuash që publiku i ka dëgjuar në përpara në media apo jo? Apo s'dim gjë? Jo, dihen ato kush janë emrat, po mua nuk më duken shumë të famshëm. Vajza ish guvernatorit është ortake tek një kompani, është një tjetër biznesmen i madh, Renis Tërshana, që është regjistruar tek parku teknologjik i Xhavzotit, se jo i Durrësit, se Durrëna është zona ekonomike e përbashkët Durrës dhe Tiranës. Durrëna pse është zgjedhur? Durrë nga Durrësi? Durrësi dhe Tirana. Durrëna. Mban mend që kur ka qenë projekti i zonjës Gjermeni, Eglantina Gjermenit, kur ishte ministre e zhvillimit, që aty u bë një master plan i madh. Besoj se zoti Ahmetaj e ka denoncuar këtë çështje sepse e njeh mirë ligjin për zhvillimin e zonave teknologjike, se në kohën që ka qenë ministri i zhvillimit ekonomik, ai ka qenë ministria iniciuese e ligjit për zhvillimin e zonave teknologjike. Dhe ato që ai denoncoi një ditë më parë janë shumë të rëndësishme sepse ku është vepra penale këtu? Mund të ma thuash kur vepra penale këtu? Që denoncoja me që ta kuptojnë njerëzit, se njerëzit do rëbërmi me kult, çfarë problemi? Përdorimet e tyre, sepse që ti të kesh këto përfitime, do të duhet që të zhvillosh njëherë një zonë të lirë ekonomiko-teknologjike. Dhe fakti që atje është vetëm një bar. Dhe ligji për zonat e zhvillimit teknologjik nuk njeh asnjë lloj hapësire ligjore që të ketë zona virtuale. Atje i hapet rrugë. Kjo quhet virtuale se nuk ekziston apo jo? Patjetër, i hapet rrugë edhe magazinave doganore. Po kontrollet doganor, se çfarë mund të sjellin ata? Ku bëhet? Ku mund të shkojnë doganat? Ka një detaj të veçantë këtu, Çani. A Ledio? Ka një detaj të veçantë këtu. Te ky imazhi këtu. Më fal Ola, cili është detaj? Po dëshre. Ka dhe 3 review. Po? Pra ka 3 përshtypje. Po? Të cilat janë 2 yje. Pra zakonisht review ose përshtypjet lehen kur ti e përdor një produkt ose kur ti e përdor një objekt, pra shkon atë objekt edhe lë përshtypje, çfarë përshtypje ke pas në atë objekt. Këtu për shembull janë 3, po ta vëshirë aty 3 review, të cilat janë me 2 yje. Dhe çdo më thon kjo? Do të thonë që përdoruesit kanë lënë përshtypjet. Po merret vesh se kush janë këta që kanë lënë përshtypjet, një sekondë, Flogert, kjo është perl.
Nuk e di, duhet para aty. Kthej edhe njëra të fotën e ty, duket bari tamam. A ti është barë për të kullotur plak. Është një fush bosh, qa perle. Ndërkohë ky Ramsi që ka bërë këtë inaugurimi, ku është këtu më valla? Tu duhet jetë Hotel Plaza, më Nuk ka lidhje. Nga pamja, po. Thasë më kështë ndërtuar në një si tip kështu, atje edhe kështë shku atje dhe kështë ndërtuar në një qese, në një gjithë plasmas. Është prezantuar projekti 3D. Ne kemi, po pra, të gjitha janë 3D, kemi trajtuar të lajmet shpeshherë, përpara A mund t'japim këta informacione apo Para se të tasi, deri tani informacioni ishin këto i dha Ola. shumë pak. Se këtë tjera ti? Komplet. Zërbe. Po tani një sekundë, Ola, mbarove ti me informacion e Duranës? Pa na ke ftuar për këtë temë, si zërë Dale, moj, detyrat e se- shtëpisë unë vëlla. Ja, bravo ti qoftë. Mendova që Ola këtu ishte kryesore, pra ishte, të thuash, njeriu kryesor do fliste për çështjet e Ametajt. Kur të mbaronte Ola, pastaj bam se cili nga ju mund të jepte. Mund të flas dë në fund, s'ka vëllë. Jo, po, megjithatë unë nuk e dija që ti kishe informacione plus për këtë. Plotësisht Po fal, për ato që ka thënë Ametaj dje se Ola i tha pra. për Durana tek park. Po fal, Ola, digjet ti tjetër për Durana tek park përveç tyre? Duhet të dim kohën në dispozicion, unë nuk përgjigja pyetjeve që ju keni. Nisa me ligjin se si është bërë, kush e operon aktualisht parkun. Kush e operon? Korporata e investimeve, të nisim edhe me historinë e korporatës investimeve, edhe me Korporata e investimeve çfarë është kjo? tokës publike Është në shtetërore? shfrytëzim, shkeljen e ligjit kufit e shpërdorimit të detyrës, listën e kompanive, nëse Mund ta mund ta plotësoj çdo flogerti. fushë të Olës. Me informacion kështu. Patjetër. Jetë Korrekt. vlogger pastaj Sebastiani po. Atëherë, e para Durana është hapur në mars. Në mars të vitit kaluar. Jo, në shkurt, në 2 Po shkurt. ç'në si ka kjo? Shkurt, po në mars kanë filluar thirrjet. Në shkurt mars. si ka? Ka më pak se një vit. Një para se të flasësh ti njëherë, që njerëzit mos i ngadarrojmë. Kjo fushë e shikojmë ne këtu. A je dakord e ti që këtu nuk është që nuk është ndërtuar gjë apo ti mendon se ka ndonjë gjë për ndërtuar? Ka ndërtesa, po ne nuk i shohim. Se aty ka për të pas, po ne nuk i shohim. Pra, i kemi... Vlogger, shef gjë ti këtu te kjo fusha e A barit? mund ta Ja, po tani, të lutem tani, të flenë se gjëra thjeshta, ne tani si jemi. Pra, ne jemi Jo, unë nuk shoh gjë, po kush tha që duhet të jetë tani ajo aty? Po pra, aty nuk shohim gjë, Se ka një ka ligj- faktikisht. Të lajmet e MCN-s jemi të para që e kemi bërë si lajm këtë lloj. E dikte e pashe, pas, do flasë dhe për Aty këto. ka, Jo, mund ta po ne lëm, nuk i e shohim. lëm. Është momenteli Dakor, reporterit është që i ashtu. bën E gjatë. para njerë të flasim për Ka dy fakte. faza. Fakti pra, fakti është ky. Projekti Durana ka dy faza. Faza e parë është kjo që po ndos tani. Janë bërë shpalljet në shkurt dhe regjistrohen kompanitë. Po bëhet një vit Është është. zonë, po bëhet një vit. Është zonë e lirë ekonomike, pra me taksa kështu nuk ka buxhet shteti Me absolutisht. tak zero do me Si thënë. nuk ka, po kapitalin e korporatës Ka investimeve, vetëm kush e ka kapitalin thënë? fillestar që është, ta them unë, 500.000 euro. është 500.000 euro. është 50.000, po. Është 50.000. 50 milion lek, ose 500.000 euro, jo 50.000. Mos e merr një me një. Durana merr para nga kompanitë, nuk jep e nderuar. Merr, dhe do ta dish sa merr për çdo kompani aty? Sa merr? E di, Po të pyes ty. nuk e di domosdoshmë. Merr 2.5% të xhiros. Tani, Kush i me jep radhë. këto para? I merr Durana. Ah, okej. E para. Ku, E dyta, faza e parë, Ku e po, bëni bisedë, bëni bisedë. Të gjiro se unë e di pse se Është e se bukur nuk e kjo di. biseda. Sepse unë hapa faqen e korporatës Ikte Ola Ledio. investimeve Jo, Ledio nuk po e ndjek dhe dot nuk një herë. pash Jenë të dy në plan. E po. nuk pash asnjë lloj kriteri që kompanitë duhet të paguajnë 2.5 të xhiros së tyre. kërko më shumë se do e gjesh. Unë e kam gjetur. E di pse Jo, s'ka floger. që nuk e kam me ty sepse sikën, unë përcitoj fakte. Unë vet po t'jem kompani dhe të paguaj 2.5% të xhiros, më mirë zgjedh një jurisdiksion që të paguaj 15% të fitimi, Prit pra prit. jo të xhiros. Prit se varet nga Po, Se thuaj, 2.5% e gjiro është shumë e madhe, apo jo? Po, Varet, pra, se Ola, varet, xhiro janë gjithë Ola, ata varet artë, nga, duke që bëhen. varet nga xhiroja. Një, e para, e dyta, ka dy faza. Faza e parë është kjo. Pra, është puna online. Regjistrimi dhe vazhdimi i punës online të tyre kompanive. Faza e dytë është faza hibride. E cilës kompanit, lutem? Ti them unë kompanit. Po ti marr me radh thash. Faza e dytë është faza hibride. Ah. Shumë shpejt në ndjenin time ta verifikoj këtë vit fillon rrethimi dhe puna për ngritjen e parkut, e godinës. Ah, këtë vit fillon. Po, këtë vit fillon rrethimi dhe është faza e dytë që quhet faza hibride, që do jetë edhe në terren, edhe Po online. këtë vit kur fillon? Ka ndonjë kontratë kjo puna apo jo? Dihet gjë. Nuk e kam të plot, tani, kontratat. Nuk e kam të plot datën, kontratat. Gjerë tani, A? 26 ta ola, janë 76.
76. Që çfarë? Që janë regjistruar. 76 kontrata pra, Atë listë marrëdhënie. kam unë, nuk thash janë Ku sa. 39, po pripa, Po jo se... themi të vërtetën tani. Jo, Flogert, 39 lutem se nuk tani- dua të kem konkurrencë mes kolegëve se kush ka më shumë emra kompani. Shumë tash. Po jap emra fare unë. Unë po them. Jo, janë emra duhen dhënë sepse janë përfitues. Kam rëndën disa. Kam rëndën disa se disa e dheti. Janë 76 kontrata. 39 janë entitetet të huaja. Më shumë se 50% e të regjistruarve janë të huaja. Dhe të huaja që janë regjistruar në Durana, janë ABC, Airway, janë kompani amerikane, italiane, nga Mbretëria e Bashkuar, 2, Austri 2, Gjermani 5, Estoni 1, Francë 1, Holland 1, Kosovë 1, Kroaci 1, Serbi 1, Suedi 1 e kështu me radhë. Pra, te Durana Park, duranatechpark.com ka informacionet për këto që po them unë. Nuk është e vështirë. Shumë e lehtë. Pra, Ka dhe një video janë 2 faza. Ka dhe një video 3D. Janë 2 faza. Faza e parë, kjo që po ndodh këto 8 muaj, dhe faza e dytë është faza hibride, ku bëhet fillimi punimeve aty, edhe puna online. Dhe pse bëhet kjo? Kosova e ka dhe e ka fizike. Në Ballkan, Arjan, vetëm Shqipëria nuk kishte një tech park siç është bërë ky ligj tek ne. Dhe arsye pse bëhet është krejt e thjeshtë. Ne ishim të fundit në rajon dhe Është për startupet, më për to startupet. Po është dhe për startupet, po sidomos për talentet e reja. Për t'i incentivuar. E thoshte Ramsi Kato. Për t'i stimuluar. Pra ne kemi bërë debat me Sebin edhe bashkë dhe kemi thënë që Kosova është përpara në këtë drejtim. Kosova e ka këtë. Serbia e ka këtë. Malizia e ka. Po të njëri mos e ketë, më puna është që nuk ekziston. Dhe si nuk Si punë inqiratori i është Tiranës. dhe faza, pra po them, është 8 muajshe. Faza e parë është regjistrimi Ku online. thuhet kjo? Kush e thot të? Ku ti referohesh që është faze parë, faze 2? E ke është shumë e Ku ti thjeshtë. referohesh? I referohem Lutem, mund të them diçka? Kreu A ka mbështetje ligjore që të ketë zonë ekonomike zonë teknologjike virtuale ligji për fillimet? Po le modelin se çfarë bën Serbia dhe është bërë Kosova. ligji mu e dashur, është bërë ligj Ku e për ke, këtë. pra? Është bërë ligj dhe është bërë dhe vendimi i Shtetit Ministrave numër 73 datë 29 i pari 2025. Lezo pak nenin e ligjit që i hap rrugë. Ja, për Dhënien pak çani. autor. Jo, prit tani. S'lesh do më është përgjigje mua. Sa li përgjigjen pyetje në mes. 140.000 metra Neni katror i ligjit ku mbështetet që mund të jepen autorizime për Sebi, ajo është duke folur ti ndërsi për obur. Pallati yt. Ore Flogu. Projekt, O Flogu. pa projekt. Flogu këtu vlla, këtu. Po. Do bëjmë mbaqë qetësi tani se Po, dysh është mbi vendosje shfaq Sebi që ndëry kur flet Ola. Seb, të lutem please. Kërkoj falje. Ola, të lutem fol pa ndërprer njëri. Mos ndërpres njëri Ola se bëhet nami. Jep Ola. Të lutem. Flogert, mund të më gjesh nenin e ligjit për zhvillimin e zonave teknologjike? Do m'japësh 5 minuta për ligjin, ëh? Që të ta gjej fik. 5 minuta. Po patjetër. Atëherë një sekond. Gje ligjit. Po ndërkohë do t'jap përgjigje ty. Jo. Sepse po Cila është përgjigjja? Sepse A dhe më më përgjigje? fat ku është shkruar kjo. Kreu 4 marrëveshje midis Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit dhe Korporatës Shqiptare të Çfarë thot? Investimeve. Po më thuaj muajin kur do filloj të bëhet. Faza që thot ky Po zotria. pra kur do filloj të bëhet? Pra faza 2, kur fillon? 2026 pra. Po jo, po më çdo më të 2026 në vjetor. Ore, vjetor. është cikëla i fillon rrethimi i atij livadhi, se ti ke dhënë një livadh mua. Po pse ai livadhi, po është i vërtet, ai është livadhi i Bën vërtet. si ato dronat që kapin protestën e Saliut nga lart. E kupton, kap gjithë loginë e ishmit. O zotri, ai është toka. O zotri, ajo është toka, nuk kam shpikur unë ato. Ajo është toka që ka vendosur qeveria. Po, Kur të bërë tek, po. Tani, mund të më thuash, ti mendon që rrethimi që një fshatar e bën për një ditë, një rrethim të një toke shumë të madhe. Këta kanë një vit dhe s'të bëjnë dot? Me render, me 3D është. Me 3D është, e ka parë. Faza e parë. Dhe unë të pyeta, ma thuaj ligjin dhe ligji kur e detyron ku diun se kë entitet që të bëj që fillojnë ndërtimin. Atëre e mora vesh Sebastian. Olës. Pra janë Sa të kthe përgjigje Olës? 100 metër katror në gjatë zonë. 140.000. Ai që shohim ne atje 140.000 metra katror. Metër katror. Aty është Microsofti, aty janë kompani shumë të mëdha, po ne nuk i shohim dot faktikisht, po janë vetëm me 3D. Vetëm kur bën kështu shaka, mundohet të vësh pak buzëqeshin që njerëzit mos e marrin seriozisht. Po e kam me Flogert. Po nuk e kuptoj njerëzit që kanë Flogert. Indur që aty janë ato ndërtesa. Jo. Ne nuk i shohim dot ato ndërtesa. Tani po ke ardhur me mision. Jo, po dëgjoj. Po edhe po të të mision, çfarë problemi ka? Jo, po kjo është Misioni 007. Unë të korrekt. Ti në qofë se s'do t'jesh korrekt, po si, po... Flogeri ka drejt. Leri batutat më njanë për momentin, Po pa tjerë. se Flogeri tani ishë moment serios.
Serios se bën detyrat kur vihet këtu. Ore, bravo Vihet të me qoftë. menjen e filanit. Bravo të qoftë. Filani Me mua. që jetë detyrat, tani do të japim përgjigje zotëri. Edhe Ola dhe vazhdo ndërkohë se po shef dhe Ola. Një sekondë. Jo, unë do doja fjalën vetëm 2-3 minuta pas Sebit, nëse do më lejon. Jo. Do të lejojmë ti u mezi të kamit, çfarë thua? Merë para me. 4 minuta po deshe. Jo, Kala Sebi, patjetër. Kala Sebi, Jo, kala. e kisha gjithi me Flogertin, do t'i lep 5 minutshin Flogertit edhe unë do t'i lexoj ligjin Flogertit. Jo, 5 minuta e Nëse tha nuk e Flogerti. gjeni. E tha Flogerti, tani ti vazhdo. Jo, vazhdo se mbarohet ti. Nuk doja të ndërtoj. Mbaroj të Është shkurtër. po. thjesht skema 5D e bashkisë Ma? e inceneratorëve që ka shkuar në Gjavzotaj të Durrësit, ku Ermal Beqiraj me Soft and Solution dhe Ergys Agasi me kompanitë e vetë kanë vajtur dhe janë futur në Gjavzotaj të Durrësit. Në qoftë se i pas kemi kaq problem këtë ekosistemin e startupeve, në qoftë se pas kemi kaq problem këtë çështjen se si ne të thithim talentet dhe se si ka mundësi që Kosova është më përpara se ne. Tani më gjeti mua 7 programe që ka bërë Soft and Solution. Mos i bë pyetje se ndërpreta i, vazhdo një herë ti, pastaj pyetje. Pra, për një sekondë. Ajo që ne shohim gjithkohës është që këtu këtyre i ikin talentet, këto nuk arrin t'i mbledhin talentet, dhe e gjithë kjo që flitet, domethënë, e gjitha rregullohet te një presje. Pra i heq një presje apo vjen një presje dhe të gjitha i ke në 3D, dhe në krahun tjetër ti sheh që në realitet nuk ke asgjë aty brenda. Dhe po ti shohësh të gjithë me radhë, po ti marrësh emrat, për shembull, vjen nga lojrat e fatit, për shembull, kemi një personazh si Gjergj Taho, i cili vjen nga lojrat e fatit dhe vehet nga korporata e investimeve, shkon tek Durana tek parku, administrator aty. Pra në të gjithë këtë lojë që lëviz, që mos futesh para ekranit po. në të gjithë këtë lojën që lëviz këtu në këtë mes, filloj me korporatën e investimeve, e jep pronën aty në Gjavzotaj 140.000 metër katror, më pas kemi këto kompanit që akuzohen nga Spaku për grup kriminal, personazhet e Spakut, grup To amerikanët, strukturuar gjermanët, kriminal, holandezët që citova unë? Po janë 76, më të thua 4 mua. Dhe ç'a ndodh? Te lista e 46 që ka mund vetëm 3 janë të huaja, ti lexoj me emra. Mirë pra mirë, unë po të them, këtë që po të them unë Tani dhe... na i lexo. Sa tha të huaja ju? Unë ja t'i them Nga sërish. 76? Jo, një tjetër mbaroj Sebi. Se mbyllë do t'jale fjalën Ola, apo e mbyllë? 39 janë. Do futesh prap. Ola të lutem, Mund të ma dërgosh që ta shoh se nuk e besoj. Jo, nuk vjen ka dërgoj. 39. Mos e beso, more? Sepse Po se të dërgon Ola? un kam listën, shiko, un kam listën me Ti nisi 46. vetëm informacionin, jo kush ta ka nisë. 39. Jo kush më ka nisë. Plus Atëherë je duke bërë blof. Sepse 39 plus 40, dëgjoj, ti Je duke bërë blof 3 veta këtu dhe... Unë jo, Te unë jam lista që problem ne jashtë kemi loje. të dyja, Të bëton mua, unë si kuptoj fare këto bile. te lista që kam Nuk bëj unë blof, janë Arian. 36 kompani. Arian, unë nuk bëj blof. Shiko, Asnjëherë. është matematik shumë e thjeshtë. Prit se Nuk bëj blof dhe ti. ja ta mbaroj. Te lista që kam unë, 3 janë kompani të huaja, nga 46 në total, pra 43. Flogerti thot janë 39 të kjo që jam Shumë unë. si ka numrat mi. I bie të dalin 82, jo 76. Janë më shumë se aq. Jo, njërën e ke gabim nga ato. Ola, tani nëse do të kapeni pas kësajt... Jo, Ore, me thelbi që se është mua ky. Çani më thash do t'jap të drejtën e Me leje, fjalës. me leje më vjen mesazhi. Çani ka VKM-n aty. Me leje më vjen mesazhi. Me leje më vjen mesazhi. Gjithë thelbi i debatit ton sonte për të dekriptuar atë që tha Ahmet Ajdie, se dhe ai i thot, por nuk është se futet në detaje, thot unë nuk jam ANSA është një agjenci italiane e lajmeve, dhe nuk jam 007, ai thot, kishte të bukur dia atë. Edhe hop, e thoshte investigojeni, hetoheni, investigojeni. Unë kaq më them, dhe hop ja jep te atij. Ai hop te lindën tok, pastaj mirë mbrapa. Tani dëgjoj. Tani ti e ke, gjithë thelbi para se ja fjalën është ky. Atjen është bërë deri në to mëndej po flasim, pra nga marsi i kaluar është shkurti, deri tani 0 investim, 0. Te ato ka bosh që pat ju atje në Gjavzotaj, okej? Pra, 0 investim. Të kush po thotë që është... Prit, dhe kanë filluar të gëzojnë lehtësira fiskale kompanit. Pra, nuk është puna se s'kan filluar. Po. Dhe tani, Të gjitha... E ke nga VKM-ja më Çan, ja ta kam çuar VKM. po s'mund të fitosh në një park virtual, pra, duhet bërë një parku. Shive se e ke në VKM, që ja jep Nisja Olës. Po më janë Nisja Olës dhe Sebi do tha. Çani më tha që do flisja 3 minuta. Dhe nuk dhe kjo nuk diskutohet. Po, atëherë, çfarë ka ndodhur këtu? Ligji mund të jetë shumë i mirë. Dhe mund të jepen incentiva që Shqipëria të ketë një shpërthim të zhvillimit ekonomik. Në parim s'kemi punë, në parim voma, si së kundër. Siç e pati Singapori, që hapi dyert, kush ka për të investuar në teknologji, mikrochipa bëjnë ata dhe u bën një nga vendet më të pasur në Azi. Dhe të ketë këtë gjë.
Çështja është me produktin. Ola e ke. Çfarë ka ndodhur? Unë tash mos më ndërprisni. Nëse më ndërprisni. Le më shese merre mua me atë pjesë. Jo, po mua më humbet ideja që të humbet filli, të lutem o Floger. Dhe nuk do flas më pas, pastaj do t'ju dëgjoj ju. Mua më thuati. Po le tani se unë jam. Fare prandaj Po i humbet Ola, pa nuk do Ola ndërpres, se Ola ka tjetër natyrë. Respekt. shaka. Vazhdo Ola. Nëse doni. lutem. Batut. Ta relaksojmë pak se u bë shumë. Çështja është e gjitha matet me produktin. U bë ligji për investime strategjike. U bë ligji për zhvillimin e zonave të lira ekonomik. Ka qenë vetë zoti Ahmeta ministër kur i hapi një kompani kineze që nuk ju gjet më pastaj që dha një ofertën që do Ama dha ofertën do investoj 2 miliard euro ajo kompania që do merrte këto përfitime për parkun teknologjik në spital dhe përfundoi prapë te kompanitë e lidhura me grupet kriminale të Durrësit, se si u dha parku dhe po të shkosh sot atje janë bërë ca magazina, edhe operon kompania pa taksa ndërkohë që jep magazinat me qira. Nuk kemi parë ndonjë shpërthim të teknologjisë dhe të prodhimit të inovacionit në Shqipëri që të bëhet kjo. Mashtrimet pa para me këtë. Ai dha këto në ndosje, dikur ka qenë prokt qeverisë Rama, sot ka dalë kundër, ne na shërbejnë to që denoncoi zoti Ahmetaj, sepse i kemi denoncuar gjatë gjithë këtyre viteve që ka qenë qeveria e Ramës, dikur e Berishës, që kanë ke qeverisur shqiptarët. Çështja është që hajde matim pak me listën e kompanive që kanë marrë autorizimin aty. Pse është vendosur parku në Xhavzotaj? Kush operon nga grupet kriminale? Duhet kishe diku këtu të thirrun, madje edhe një gazetar të Kronikës së Zezë në zonën e Xhavzotaj. Kemi kohë. Cila është lidhja e këtyre? Sipas denoncimeve që ka bërë dhe zoti Ahmetaj. Se ka qytet pa krim. Unë thash mos më ndërprer tani, lutem. Ore tani kërkoj zonja, ore. Nuk do të flas. Jo, Ola, çka ke me mua tani, se kem Flogertin. Flogerti po bën gabim të madh. Se ti Flogert do të krijosh këtu një situatë. Jo, Prit, ku Ola ndërpritet. Ola në këtë emision nuk ndërpritet, valla, pik. Okej. Le tani. Lutem, e kam fiksim. Okej. Ç'kem valla e drejtoj unë emisionin. Dakor. Apo ta kërkon tani, mos vazhdo koto por. Vazhdo. Jepi Ola. Dhe sa nga kompani të koordinatorit të grupeve kriminale të Durrësit janë të vendosur atë ky park. Çfarë përfitojnë këto kompani në kuptimin e ligjeve? Lehtësitë fiskale. Kush ka biznes e kupton shumë mirë. Furnizim pa të vëshoj i mallrave produkt inovativ. Pra, këto kompani mund të futin dhe të importojnë në Shqipëri pjesë teknologjike pa fund pa paguar të vëshë. Një kompani e ngjashme që nuk e ka këtë autorizim, paguar 20% të vëshë, që këtu është konkurrencë pa ndershme dhe këta marrin gjithë tregun e furnizimit të mallra. Shkrihen kompanitë e tjera. Pra, jo vetëm që marrin tenderat publik, po mos lem asnjë kompani që operon në tregun privat, edhe ata që s'marrin tender apo duan punojnë privat me privatin, ti zaptojnë këta. Sigurisht. E kupton se sa e tmerrshme? Është e qartë kjo. 15 vjet, 0 tatim fitim. Pagat e personelit që punon në kërkim zhvillim dhe gjithë stafi përjashtohen nga të gjitha taksat e sigurimeve shoqërore, nga tatim fitimi për një periudhë 10 vjeçare. Përjashtohen investimet në këtë zonë nga taksa e ndikimit në infrastrukturë, nga taksa e pronës, edhe kostot e trajnimit për punojësve rimbursohen nga shteti. Çfarë mund të ndodhë? Ergyes Agasi me kompaninë A Solution, që ka përfituar si nën kontraktor 29 milion euro nga 19 procedura prokurimit të akshit që ka jetuar SPAK, ka shpenzuar vetëm 300.000 euro. Dhe ai del me një fitim minimalisht 28.700 euro. Dhe duhet, të lutem, dhe duhet të paguaj 15% tatim fitim, ose nëse nuk... Nëse... Da shpjegoj pastaj pse. Ose nëse bën një faturë me A Logistics, unë nuk e di nëse kjo ka ndodhur. Ç'është A Logistics? Është tjetër kompani e Ergyes Agasit të vendosur te parku teknologjik, ku bën një faturë konsulence dhe i çon lekët nga kompania e A Solution te kompania e A Logistics, ai jo vetëm që merr kontrata publike, po paguan 0 tatim fitim. Dhe deri në fund të vitit 2025, për kompanitë në fushën e IT-s, kanë patur norma të reduktuara favorizuese të tatimit mbi fitimit 5%. Në fund të 2025-s mbaron kjo normë, ndaj ata thanë,
mos ja lem 5, t'ja bëjmë fare 0 atyre që duam ne. Nëmjet të parku. Dhe pastaj vazhdon historia edhe me linjën që tha Sebi, po ty të erdhën reklamat. Jo, pa mëna, do vazhdojnë. Bëjmë një gjiro se, të lutem, do bëjmë një gjiro se era gongu. Dhe pastaj, se dhe jemi detyruar të ashtu. Flog, e bëra këtë gjë që ti e di që ne këtu mërzita unë? Ja, mos të mërzit, se unë Olën është e vetmja që kam fiksim, se dhe kam parë, dëgjoj. Dëgjoj Alianin. E kam parë, nga që ndjek shumë Olën personalisht, e kam parë që e ndërpresin. Ola ka një tip vlla, kur do shpjegoj një gjë ta kuptojnë dhe njerëzit, nuk do të bëj. Pra ka një moment për debat, ku kjo mund të bëj pyetje përgjigje, ka një moment të tjetër. Ti më mërzit mua që u mbet kod duke më sqaruar. Jo, di pse thash, sepse unë e di që debati është i bukur, po ka sa momente që ajo do ta shteroj atë. Ta shteroj, sepse ndryshe nuk ka kuptim. Ah, bravo. Po jo, se janë dhe gjëra teknike këto, se ti kujton, edhe unë vet nuk i kuptoj dot më pak. Jo, prandaj unë i kam shkruar këtu. Por edhe të shkruar ti kesh më valla, po të shkruar ti kesh, se pamundur, e kupton? Është shumë teknike. Da skema kaq bukur se bën pa kuptuar. Po pikërisht pra, e kupton? Është interesante shumë kjo histori valla. Se më pamë në parë thonë njerëzit, po pse më çka ka ndodhur, çfarë pastaj? E çfarë pastaj? Shumë mirë teknologjia, të mbështetet, të mos paguajnë këta, të hecin me kështu. Fakt ashtu është. Dakord, më në parim. Problemi është që deri në atë moment mua vjen një mesazh shumë i rëndësishëm. Ku më thon, po s'do të ndërprisja Olën, që më thon këtë gjë. Më thon, nuk është bërë asnjë euro investim dhe kanë filluar lehtësirat fiskale. Tani ligjis, thot Ola, dhe jo vetëm Ola kam shtypë. Fillojnë nga 1 janar. Fal, kanë filluar lehtësirat fiskale që këtë vitin e kaluar më kanë marrë autorizimin. VKM Oçan. Ta kam nis VKM-n më burr. Pse ma nis vetëm mua, s'u kam kohë të shoh VKM tani valla. VKM-n më zotëri. Jo, mua nuk më keni nisë. Po more, një Ola Xama që kam këtu e kam nis. Pyetje do më nisi Eno me të verdha, se nga që janë shumë pyetje atje, vetëm pyetje jo komente. Do më nisi në fund, do të lexoj bashkë me emrin dhe mbiemrin tuaj që se doni të mos vetëm anonim. Por ta mbyll Duranën, sepse kemi dosje të tjera. Po e mbyll me një fjalë Sebi, Flogerti dhe Marsiti. Si është kjo puna e kompanive të huaja? Njerëz që e njohin fushën dhe që janë të interesuar, domethënë, sepse çështja është që ne flasim për teknologjinë gjithë ditën, inteligjencën artificiale etj, por këtu tendrat i marrin vetëm 2 kompani të Akshi. Edhe iranianët hynë, i vjedhin të gjitha të dhënat, pastaj ka dyshime, shkon dosja në SPAK, flasim për grup strukturuar kriminal etj. Tani kjo puna e amerikanëve, Flogert. Përfaqësuesi i Microsoftit, që mbuloi aferën iraniane në vitin 2022, quhet Kozeta Garrett, ka lindur në Shqipëri me emrin Kozeta Brozi, e cila dyshohet se ka emëruar në krye të strukturës së Akshit për mbrojtjen mbesën e saj 25 vjeçare që quhet Armela Sinanaj dhe më parë ka qenë shitse tek Myslim Shyri në dyqanin Atom Computers. Tani si shpjegon këto punë ti që Amerikan, me emra Amerikan, Microsofti që duhet ishte aty 140.000 metër katror. Unë të thash një tuf më burë. Po pra, po jo, po të marë kompani... Konica i madh ka thënë diçka, në Shqipëri, po ke bisht ta zgjasin, po s'ke ta vën. Konica merre me inteligjencë artificiale, me bishtat, me software, me hardware. Me bishtat, dyshohet se te atomi, te molekulat, te kromozomit. Që janë këto muhabete kot më burë? Do bëjmë muhabet serioz apo do merrem me thashë me pazarit tani? Ne po flasim fazat e Duranës, kompani që janë regjistruar, 1, 2, 3, 4 e kështu me radhë. Dgjoj, edhe ti mos u bë kaq kështu i sigurt për këtë që thua, sepse nëse kjo dosje është në SPAK kjo dosje jo. Nuk ka gjë të sigurt. Nuk është në SPAK. Thuhet, më thonë se dyshohet se. Po edhe ti merri pak me dyshim, mos thuaj që nuk ekziston. Ç'a dyshim? Jo, këtë i thos Sebastiani valla. O vlla, unë kam një gjë zyrtare. Sebastiani ka nga ekstrakti që KB-s, kush është pronare e kompanisë Microsoft? Dyshohet se, tha. A the dyshohet se. Nuk jam prokurori që të them që është kështu, por unë po të them këtë. Mos na di dorën para. Prokuroria nuk ka thonë. Po të nxjerrësh dokumente, po të nxjerrësh ekstrakte. Një sekond. A the me që tani jemi në transmetim, jemi në televizor, kam mundur gjesta dhëna, po i them publikisht. Ku morën detyra ime? Durana i shalla në kokër të burgut nëse kanë shkel ligjin, mo. Ç'm plasi mua kush janë ata? U sinjo fare. Duranën mund ta dim, është kjo agjenci, Ola, një gjë kuptova unë. Durana tek, si quhet kjo? Durana tek Park. Është private? Jo, është e shtetit. Këtë e zotron korporata e investimeve.
Pra shteti? Ku është, korporata e investimeve është publike, është financuar me kapital nga Ministria e Financave, 2 herë kapital me vlerë 20 milion euro, janë dikute 40 milion euro për të zhvilluar projekte, pra janë para të taksapagusëve shqiptar. Që ende nuk janë hedhur, se nuk është bërë parko. Nga korporata e investimeve janë investuar si kapital të Durana tek park. Tani, sa do kushtoj Durana? Administratori është emëruar nga ministri që ka qenë përgjegjës për zhvillimin ekonomik, ka qenë zoti Gonxha, zotin Gjergj Gjitau, i cili në fakt ai vetë o zotron një kompani në fushën e IT-s, është shumë e çuditshme. Pjerë njëri për këto, po. Që këtej ka një kompani në fushën e zhvillimeve teknologjike, këtej jep licenca se kush do të operoj atje tek... Pra, konflikti i interesit është shumë i hapur, dhe ndërkohë është edhe kryetari i bordit që jep licenca për lërat e fatit. Edhe rastësisht operon, është administrator në një zonë të Durana tek park në Xhavzotaj, ku janë grupe kriminale, të cilat, pak nga njoftimet e policisë që dëgjojmë, atje kapen pika basesh të palishme pa fund. Ku kapen? Xhavzotaj? Në Durrës, në Shijak, në këto zona. Qartë. Pra janë shumë rastësi brenda... Me fjalë të thjeshta të kuptojnë njerëz, ta mbyllim Duranën se s'kemi kohë vajtë ora pa çerek. Do më futu është vetëm me një fjali ora, po munde. Nga gjithë kjo histori, në momenti që merret kjo histori dhe fillon investigatimi, çfarë del? Pra, cili është përfitimi? Kush përfiton nga kjo, nga Durana tek parku? Në fund fare, pra e zëm se të gjitha ato konfirmohen, gjitha dyshimet që hodhi Dia Metaj. Përfitojnë grupi kompanive që kanë marrë autorizimin për të kapur tërësisht tregun e IT-s dhe zhvillimit teknologjik. E kuptova. Dhe shteti pse o bën këtë nder? Ç'fiton shteti? Këtë shteti ja bën këtë nder sepse ata janë njerëz të lidhur me zyrtarët e shtetit. Pra se thuash japin haracin, paguajnë gjobën. Po jo. Po çfarë? Janë njerëzit të afërt të tyre. Ky Sagasi është përfolur si person i besuar. Okej, këtë e mora vesh, po këto kompanitë e tjera për shkakun që nuk ekziston emri i Ky Sagasit. Këto të tjera nëse janë vërtet. Ky klani i Ky Sagasit është Ermal Beqiri, me kë ishte bashkë? Jo, këto kompanitë e tjera pra me që janë 82 ose 76 apo ku diun sa 82-46. Mua 76 më duhet t'i analizoj të gjitha. Te 46 kam analizuar një pjesë. Pra këta njerëz që hyn atje. Tre grupime. Këta njerëz që hyn atje pra, ose që kanë hyrë atje që janë regjistruar. Normalisht çfarë detyrojnë shtetit? I detyrojnë gjë këta. Shteti, kur them shtetit, jo zyrtarisht. Pra nuk japin taksa, pra. Si japin taksa, është. Dhe ndërkohë, fali sekond, si japin... Këta janë vasal të shtetit. Pra, ti nuk je më një njeri lirë në këtë shtet, të thua, unë kam një ide inovatore, do krijoj Facebook-un, Meton, si Këta nuk japin taksën, po ndërkohë, ti thua do paguajnë nën dorë. Përgjigjen të shteti. Pra, e kupton se si janë dizenjuar, e kupton se si janë dizenjuar ligjet në Shqipëri. 1 milion euro, 1% sa i ndjes, Ola. Pra, shteti ty, s'ka problem, se me qënë se më akuzuan që nuk baj mund se çfarë do thoja, po e tërë. Jo mi e the veti, që po ma pret fillin dhe vot mi ikën. Për t'ju vënë në sedër, kur më bëre krahasimin pasaj, jo, nuk dua më shirën, dua të më gjojmë për respekt. A mi asë ishte humor, po ha. Shteti dizenjon ligje të tilla që të gjithë të vare nga ai. Pra, unë po dua të fut te parku teknologjik dhe të bëj të pasur. Po s'mu binte mua, unë të nxjerr jashtë këtij parku dhe ti. Pra ka rregulla pra. Pro shumë bedi për tyra atje. Pra, nuk janë bërë ligje që të jetë konkurrenca e lirë dhe e barabartë. Edhe meritokracia. Jo, po jemi tani do e mbyllim Sebastian. Nxjerr dhe një gjë të vogël që e nxjerr në pa, unë ta përshëndesim se po na ndjek edhe na çon për shembull thot taksa vendore 0, TVZ 0 për prodhimet pak. Kompanit këtë që thot Flogerti taksën fikse vetëm 1% xhiros vjetore dhe na sjell edhe një rast shumë interesant dhe na thot që Florenca Kovaçi, që është administratore, ka dhe një biznes privat. Pra këtu i sheh që janë me një dorë në baklava dhe me një dorë në kadaif. Dhe për ta gjetur për shembull me që flet për dyshime etj, company wall business mund ta hapësh faqen dhe mund t'i gjesh këto. Edhe rast. Tash se kishe në gjë që më rrëzdonte ato që thash unë. Edhe Po rast. mund të kesh informacione bujro më vlla, unë jam këtu për të mbrojtur njëri. Mund ta ketë, le ta ketë. Në rregull, Unë po them që këtu ka një VKM që është në vazhdim të ligjit që i lejon ta. Unë në emision vim. Të lutem. U bë por marrësit fjalë fundit. Çani, ajo që bën përshtypje sipas një parimi që unë aplikoj, që është parimi reduksionizmit, pra thjeshtësimi i fakteve për të arritur në një analizë. Ajo që më bën përshtypje, pra si thosh një kontradikt në të gjithë ngjarje, sepse realisht për një avokat duhet një pagesë shumë e shtrenjtë të futesh dosjeve të shohësh në këtë lloj mënyre. Qartë, sigurisht.
thelbi është që pyetja që më lind mua, të paradoks madh. A mund të pretendosh të marrësh benefitet pa u ekzekutuar objekti i një kontrate ose i funksioni, i shërbimi ose i punës? Pra është njësoj si pa filluar punën, fillosh të marrësh rrogën. Po pse për shumë pallatet që shesin në grop? Dakor, po ajo Mos është dhe ky pallat që shitet në grop, vlla. është që gjë e ngjashme, pa është kontratë porosia, po kontratë sipërmarrëse. Edhe pallatet që shiten në grop kanë rrisje në varësi të Qartë, mund të falimentoj ai, po, qartë. Ku është kontratë sipërmarrje është gjë tjetër, se ngel risk kundërtuesit, ku është kontratë porosie, ngel risku ty. Në këtë rast unë flas në lidhje me përfitimet që ata marrin, pra uljen e taksave ose nxjerrimin e taksave, pa u filluar puna ose ekzekutimi i objektit. Kjo është ajo që Franca, Lituania, Ukraina e tjerë e kanë këtë model. Gasi ka dhe atje kompanit. Po në qoftë në Francë... Ose një njashtë, se këtë po themi pra, si zbatohet kishën. Në Ukrainë ka mundësi se Rama ka shok Zelenski. Po të them, Rama ka shok Zelenski edhe mund të ketë futur atje. Kush e çon këtë mesazh gjeni pak? Ola Karizi do e gjej. E gjeta unë, po lërë. Është njëri, nga e ti? Po do ta gjej direkt. Avantazhet dhe lehtësirat fiskale, dhe me këtë e mbyllim s'ka debat. Bizneset që e mbyllim sot, sepse kjo Duranës do vazhdoj, Ola, apo jo, do vazhdoj kjo seri Duranës. Pasi një ka shkruar dhe mua këtu. Të ka ardhe ty ky mesazh. Nëse Zoti Preçi. Ha, ish, bravo. Ta lexojmë? Po. Është e re apo e fat ju? A, i flet një rregull. Preç, që s'na shikon? Jo zogaj, Zef Preçi. Cila është, le të kalojmë tani shpejt e shpejt, sa të bëj një xhiro unë. Jemi prapë te dosjet e reja të Tigrit, të shohim cila është dosja tjetër e re që hodhi dje Tigri te Peka. Le të shkojmë, Ledio, të bëjmë një xhiro urgjent tek karburanti vetëm që duhet ta furnizosh makinës, siç kanë thënë. Mos u ngatro, sepse her pas here ti ke tendencën të ngatrohesh, të futesh në çdo lloj karburanti që shikon rrugës dhe nga frika se mos ngelesh bosh. Jo. Mos e bë këtë. Nisu me qëllim do thuash, tani po shkoj një xhiro për qef te SPO Ili, do mbush makinën, dakor? Ka që thjesht. Shpëton makinën një, i jep motorit performancë brillante. Shpëton makinën, nuk vuan makina me frym, vlla. Ti e ke kuptuar besoj se në çfarë botë mashtruesi jetojmë apo jo? Që fillon mashtrimi nga lart fare, dhe pastaj zbret poshtë, me të madhe kështu. Kështu që në këtë botë mashtrimi ka ca pika të bardha akoma që funksionojnë mirë. Për shembull, kjo SPO Ili është e papar. Shko atje do kuptosh që është the fuel of champions, është kampioni, është karburanti i kampionëve. Bravo Said, i paparje. Një nga dosjet e tjera të Benametit, zonja Zotrin, që hodhi dje të Tigrit, ishte pikërisht, ja e kam këtu, Ledio, me njerë pas Duranës ti ke, ja do të shkoj të Zëlëja, se nuk e kam të eno, kur Zëlëja? S'miku shumë tani e shikon. Zëlëja, po. Ledio, kush është foto tjetër pas Duranës, vlla? Duke qenë gjithmonë brenda kësaj fabule. Po, është kjo Ekoparku, që në fakt nuk është dosje e re kjo e Benametit, e ka thënë dhe herë tjera për intervista. Ola, shpejt e shpejt, tani vërtet s'kemi kohë. Ekoparku, çfarë është kjo historia? Kemi vetëm të foton këtu. Kjo foto është foto maketa apo është ndërtuar? Kjo po shikojmë. Dhe s'e kam kuptuar asnjëherë ku është sipas është maket, po ka përfunduar. Është bërë Ekoparku. Pra këtu nuk kemi më... Me sa di e ka inauguruar edhe në zgjedhjet e vitit 2021, në mos gaboj... A ka vite? kontrolloj. Nese, çon si ka. Nuk ka si koha, ja. Projekti Ekoparku Durrës arrini në finalet e çmimit botror të arkitekturës. Në fakt ka qenë një nga çështjet e para që ka hetuar SPAK. Ç'është Ekoparku? Mund të themi njerëzve ç'do të thënë? Ati ka qenë një zonë... Po e përfunduar është. Ka lidhje me plerat? Po pra, ajo e plerave është... Ka qenë zona e mbetjeve, mbetjeve. Okej. Po çka ka Ameta pra se ja përmendur shpejt. Do bëj një fushat shumë e fuqishme nga rilindasit që shpërndan këto videot e gatshme për media, që të nxirrim ndërkucat këto dhe t'i hapi rrugë tenderit me vlerë 17 milion euro, 19 milion euro me TVSH ka qenë për të zhvilluar, tenderi hapet. Tani Ameta këtu akuzon. Tenderi hapet dhe bie tërmeti në Durrës. Dhe çfarë bëjnë këta? Me qush pall emergjenca, e anullojnë garën edhe hapish tender emergjent sekret. Për të njëjtin objekt? Për të njëjtin objekt. Dhe ky që jetimi i parë që ka regjistruar prokuroria e posaçme ishte 2019. Është në SPAK e Ekoparku? Po, dhe vazhdon të jetë. Dhe këtë pyetje ngriti dje zoti Ahmetaj. Përse ka mbetur? Ajo që thot zoti Ahmetaj është një kompani austriake e cila ka qenë bashkëpunëtore, vajza e bashkëshortes së kryeministrit,
që ka bërë projektin dizajnimin e ekoparkut. Dhe zoti Ahmete po pyeste, po ta kishte bërë këtë vajza ime, çfarë do më bënte mua? Po, qartë, se bëhet lidhje shkurtër. Pra bën këtë lidhje dhe pse nuk heton në të njëjtën formë. Pra ka 5 vjet këtë çështje në prokurori? Po. Zërbe. Ka qenë grupin e punës si arkitekt. Ka qenë çështja e parë, se punë është sterilizimi, jo, në fakt ka qenë kjo e para që është regjistruar në SPAK. Seriozisht? Po. Ka qenë nëntori viti 2009. Pastaj ka vajtur nisma thurje me Dhe sterilizim. kush e ka këtë në SPAK? Cili prokuroro? Blogjet apo s'dim gjë? Nuk e di se cili prokuror dhe nuk e di nëse është bashkuar me çështjen e inceneratorëve, sepse është gjetur që pas kompanisë që ka fituar tenderin, ka qenë e lidhur me inceneratorët dhe me kompaninë Victoria Invest, në duket në mos gaboj, e lidhur me zotin Basha që akuzuan që pasi denoncoi inceneratorët, mori tenderin me një kompani që do... Lëmshi pa parë. Çfarë akuzuan zotin Basha dhe se denoncoi më, pra... Me fjalë tjera, ku është vjedhja këtu? Ditë na thot njëri këtë? Konflikt interesi. Konflikti interesit. Sipas akuzave. Konflikt interesi, çfarë konkretisht? Ajo punoi se ka qenë, nuk ka pas Dhe një. fakti që e lanë Durrësin pa një zonë të menaxhimit të mbetjeve që të bëjnë ekoparku. Pra kjo s'ka lidhje me inceneratorin, fare. Dhe të dënonin Tjetër gjë. që mbetjet e Durrësit shkonin dhe t'jepnin lekët e inceneratorit Klodian Zotot Mirel Mërtir. Kjo është pasojë, po. Kishin zyrtar të tjerë. Jo, po ti nuk e le dot qytetin e Durrësit që e ke qytetin me popullsinë të dytë më të madhe në Shqipëri pa një zonë menaxhimit të mbetjes. Dhe unë mbaj mend, ka qenë viti 2021, kam qenë në Lalës, atje plasi emergjencë mjedisore, koshat ishin të mbushur plot, sepse bashkia e Durrësit duhet të rishikonte buxhetin që të paguante inceneratorin. Për çfarë akuzohet pra, këtu? Krizë mjedisore 3. Pra, Ahmeta e akuzon praktikisht kryeministrin si që thjeshtra e tij, siç thot doktori, pra vajza e gruas, ka qenë në grupin e punës që ka bërë projektin e ekoparkut. Si arkitekte. Kaq. Kaq është. Marrëvesh. Dhe e quajnë si trafik influence, pra me që... Po, është një lloj konflikti interesi. Dhe Ahmeta që vazhdon t'i mëshoj kësaj. Po ajo nuk ka qenë me niptin e saj, pra me kompaninë e saj. Ka qenë kompania Arianit, thjesht ajo ka qenë punonjëse atje. Janë shumë pak të dhënat ku mund gjesh gjurmë të përfshirjes së kryeministrit, se kryeministri me këtë do ta përfshish në konflikt interesi. Po pse i mëshon Ahmeta kësaj pune, pa pse i mëshon ky tigri kësaj pune atëherë? Sepse to janë disa nga të paktat që janë lënë gjurmë të lidhura me dokumenta dhe me transaksione pagesash drejt për drejt, se pagesat në fal janë bërë nga buxheti i shtetit. Qartë. Në kuptova. Por më tani goca ime s'ka drejt punoj fare tani të bëj një projekt në kush. Po jo publik. A? Jo publik. Po pse jo publik? Qose punon në një studio me të tjerë dhe fiton çfarë problemi ka? A me që është goca ime dhe zota marrë. Janë indicie, se prokuria duhet gjej prova që... Se mendoj vërtet që po flitet për gocën time. Jo. Tani jam duke bërë ansin. Duhet gjej prova që prokuria duhet ketë gjetur prova, ose duhet gjej prova që vajza e kryeministrit, po e them kështu, po vajza është, ka ndikuar që kjo gjëja të ndodhë, se duhet gjetur prova për këtë. Po kjo fjala thjeshtër sa e shëmtuar është. Doktori e përdor ai. Ç'është kjo fjala thjeshtër? Më përdoret kjo më? Mbase përdoret, mbase jo, pa ashtu quhet. Kështu që unë vonë kam dëgjuar të vëlla. Përpara si thoshë o marsit. Nga doktori e kam mësuar unë. Mirë. Ore doktori s'ka faj, mos nuk ka shpikur, po ka thënë mua fonetikisht kjo më tmerron kjo fjala thjeshtër më vë. Unë e kam asur në letërsi. Nuk më duket si një fjalë që mund t'i shkojë një humani, e kupton? Mund duket një gjë, një objekt thjeshtër ose një kafshë, po jo një humani. S'do përdor fjala thjeshtër, vëlla, duhet ndryshuar, do ndryrojnë akademikët, vëlla. Opa, më kapi budalliku mua, po marsi. Por për këtë ekoparkun, ke që ti më vëlla. Kupton që ti nga ky tigri? Nëse ora s'ka në gjë tjetër për thënë, ose ka që për thënë ora për ekoparkun. Sipas tigrit gjithmonë, flasim. Sipas tigrit. S'ka në gjë tjetër të re. Jo, unë jam dakord me pjesën që mbyllën landfillin në Durrës dhe në vend që të investonin në landfill bën ekoparkun që të çonin lekët e inceneratorit. Se është në Durrës ky ekoparku, nuk është në Tiranë. Durrës. Ah, dakord. Atje ku ishte pirg me meteorina u kthye në park, le të themi. Kjo ishte logjika. Dhe e lanë pa zonë menaxhimi mbetjes. Dhe ato përfundojnë Tiranë. E përfundojnë dhe paguajnë inceneratorën. Pse kjo është problemi. Kjo është problemi kryesor. Pritme se unë kuptoja që fare një sekondë. Kjo që bën Ola është... Jo, këto e kete dosja e SPAK-ut. Dosja, okay. E kete një vendim gjykate e masës sigurisë që është sigluar sekret, unë e kam. Ato vendimin e kam lexuar edhe kam. Atëre unë pse janë keq kuptuar dhe shumë të tjerë, sepse ky Ben Ahmeti, ç'pun ka keq fut thjeshtrën më valla. Pse për mend thjeshtrën ky?
Po sepse aty mund të lidh kryeministrin. Po mirë, ç'më duhet mua kryeministri më valla? Ka shkelje ligjore këtu apo jo? Pse këta njerëz futin emra për të ngatruar thelbin? Ore, ç'më duhet mua kush është më thjesht apo jam unë? Po ç'mosh butallik më valla se heq? Ore, tani e kapon. Në vend të merret me vjedhjen, merret se mund të dyshohet se është e filani, s'më intereson fare. E ka dhënë denoncimin me vjedhjen e Ekoparkut te një intervistë më përpara, 2 intervista më përpara ndjesë Marsidit. Bravo. Ka folur fare Në qoftë se e ka dhënë, po. Po, nëse duam të Prap me thjeshtën e ka lidh gjithmonë. Po s'gjynamër, po nuk lidhet më njerëz me emra konkret. Pak më parë që pse vajza e kryeministit duhet të punojë, nëse ti ke një post publik, ti e di shumë mirë që do kesh kufizim. Në gjithë botën nuk do të jetë patjetër që do merret. Do tregosh sa qindarka ke në sa borxhe ke qenë të dënuar, ke dekriminalizimin, ke shumë gjëra dhe ke sakrifica. Ndryshe nuk e futesh politikës si ne gjithë që kemi zgjedhur mos e futemi politikës. Edhe këto kushtozime janë edhe për rritjen e familjarëve. Më fal se po ty të është hetuar djali i ish-presidentit amerikan, janë hetuar familjarët e presidentave dhe kryeministrave. E fali djalën ai në fund Bideni, e fali djalën, mban? E kalojmë te Kajo Redio, se s'kemi kohë, kalojmë tjera, një sekondë Sebastian. Kalojmë te Kajo pak. Kajo është kjo, është kompania shtetërore e prodhimit të armëve. Që tani ka ndryshuar emër se nuk është pas quajtur Kajo kjo. Ka pas një emër tjetër në kohën e Gërdesë, mban mend Sebastian? Floger. Si quhet kompania shtetërore më burr, që u futën në burg ata. Meko. Tani si quhet më Meko, quhet Kajo. Po. Por ç'do të thënë Kajo? Kuptoni gjithë pse quhet Kajo një herë ta marrim nga fillimi fare. Ja. Akronim duhet të jetë. Akronim. Tigri dje foli dhe për këtë Kajo. Për të parë më duket foli për Kajon Tigri, s'ka fol përpara në intervistat e tjera. Me sa mbaj mendun. Dim Gjola ç'është kjo Kajo? Ku është problemi te Kajo që përmendi Tigri? Kajo është kompania publike, e cila është krijuar me kapital të përbashkët mes shtetit shqiptar dhe një tjetër kompanie, e cila ka qenë në emër të një gruaje, të një zonje, dhe më pas është shitur pranë Ron Jefet, një shtetasi izraelit që njihet si miku i kryeministrit Edi Rama, dhe për cilin zoti Ahmetaj ka thënë që ka dashur të shtetasi? Ron Jefet. Ron Jefet. Dhe mos është ky në foto? Po. Jo nuk është ky, është një tjetër. Në kompaninë izraelite për hapjen e akademisë aviacionit, se di se është pak larg. Jo, nuk është ky. Ron Jefet është një tjetër. Mjekër është tek një foto. Po më duket se është një tjetër. Ky këtu kush është ky? Nuk e dim të. Hapi çik foton tjetër le dio, që shohim Ron, ja ky është Ron Jefet ti. Është ky. Tani Ron Jefet është izraelit, është dhe izraelit dhe shqiptar më duket, ka dhe komsi shqiptare ky dhe amerikane, ka 3 komsi. Është thonë që është një nga njerëzit më të afërt të Ramsit. Është izraelit, është dhe amerikan, pastaj për shqiptar se dim. Kështu thonë pra, të patën kjo informacione që kemi ne, është dhe shqiptar, dhe izraelit, dhe amerikan, personazh shumë interesant. Tani, ç'lidhje ka Kajo, pra kjo kompani që sa po shpjegove ti Ola, me këtë Ronin? E shkryuar një kompani e përbashkët për prodhimin e municioneve. Deri këtu është rregull. Ku 50% a 49% më duhet të shoh fiks sa kapitalit të kësaj, më duhet ta lexoj se e kam, zotërohet nga kompania që ka blerë Ron Jefet. Dhe kjo është bërë pagar. Është pagar se këto quhen të mbrojtjes to. Jo. Benameta dje thoshte nuk lejon ligji thoshte të bëhen pagar. Të gjitha kështu i kanë bërë. Edhe kompaninë e përbashkët që kanë krijuar me një kompani të vendosur në Emiratet e Bashkuara Arabe pasi përfundoi koncesioni i pullave fiskale për procesin e pullave fiskale, e kanë bërë me negocim të drejtë për drejtë. Pra çdo gjë këtu është caktuar, këtë do ta bëj ky me atë, këtë unë me atë, këtë filani me këtë. Po normal, tani ai ishte. Pra, për çdo gjë ka vendosur vetëm një njeri. Për këtë punë dhe për këtë arsye, më mirë ti marrim të grisim këto ligjet për prokurimin publik. Bravo. Më mirë se sa t'i vem njerëzit edhe ngeli gjysma e Shqipërisë në SPAK, kanë frikë, nuk flen dot, se i detyrojnë të firmosen. Po më ndaj ka një vite që themi ta bëjmë mbretëri më bu. Një skem piramidale që menaxhohet nga kryeministri, i cili shkel çdo parim të mundshëm ligjor dhe. Spjerdha i mëse ai ka të gjitha fuqitë, kupton, dhe i duken delet të gjithë, i duken pula. Nëse mund të arrit të bëj një konkluzion nga ajo që unë kam parë vitet e fundit, se jo se nuk ka patur korrupsion, por nuk ka qenë në këto nivele, pra të marrësh 70%, 60%, 50%, 100% të rasti PSD, të gjithë tenderave. Arrim te Kajo.
Në ajo që dëgjova ti te Ameta djetë, ç'të bëri Ajo që kushtimet unë e kam Kajos? parë është që Për të kaluar fjalën dhe Sebit shkurtimisht edhe Flogut edhe Marsidit nëse kanë gjë. nëse ka vitet e fundit, 10 vitet e fundit në Shqipëri, kompani të huaja që hynë janë ose turke, ose të Emirateve të Bashkuara Arabe, ose kineze, ose izraelite. Pra, rreth i afërt dhe nga vende që nuk ka zbatim të standardeve të qeverisjes së mirë korporative dhe që nuk krijojnë një model demokracie dhe zhvillimi për kompanitë e tjera që të punojnë, dhe që janë kompani të cilat nuk gëzojnë njohuri dhe përvoja në korrupsion me zyrtarët. Ndërkohë që po të shohim në Shqipëri vitet e fundit, fushat strategjike, minierat, portet, çdo gjë i kanë marrë ose shqiptarët, ose kompanitë nga vendet e lindjes. Dhe ku kanë emra të huaj, dhe ku janë emra të huaj, thua ti janë shqiptar nga mbrapa. Korrupto dhe merr. Qartë. Seb, shkurtimisht për Kajon. Kur sheh kompanitë e mëdha amerikane, Lockheed Martin, Andurilin e tjerë kupton që janë duke bërë gjëra të cilat ne nuk na e pretëm. Duhet vesh në Amerikë, hajde më shumë, afro këtu në Kosovë më këto më busë. Po në krahasohem me Amerikën është punë dreqi, ikim në... Pra, ushtria është një çështje strategjike. Po marr një rast për shembull Timak SHPK, është hapur shpeshherë që ka lidhje me Kajon. Tani, Po Timak është aksioner e Kajos. po pra Timaku. Dhe janë shitur aksionet për 490 euro. Tani unë e kuptoj këtë lloj gjëje që ti ke të drejtën tënde që ti shesësh aksionet po aq sa do ti. Qartë. Po kur flasim për një sektor strategjik, siç është mbrojtja, siç është ushtria, siç është prodhimi i armatimit, tani këtu ka disa dyshime të cilat duhen hedhur dhe ka disa dyshime që të gjithë shqiptarët duhet pyesin. Dhe në këtë mes, për shembull, ja po marrim rastin e Timakut. Timak u krijua në 2024 në Kajo dhe kishte ish drejtorin e policisë së shtetit Ardi Veliu në krye. Tani kemi rastin e Timak Defense, ku është krijuar më 4 gusht 2025-s me 80% të aksioneve në pronësi të Timak SHPK dhe 20% në pronësi të Kajos. Kapitali fillestar është 35.000 euro. MKD, Muslim Keta Defense, u krijuar më 1 gusht 2025. Muslim Keta? Po, Defense, MKD, MKD. Nga Kajo dhe MSCC. Ju babai Joni Ketës, ju babai Gjyshi. Po pse e kanë qenë Muslim Keta? Po pra këto janë kompani tani që janë kompani fillestare dhe tani Ndalon njëri ta quash Muslim Keta. Çfarë perle po. kapital minimal 35.000 euro. Tani në këtë mes, ajo që pyesim faktikisht dhe që është për të pyetur, është fakti që si ka mundësi që me 17 qershor të vitit 2025, pronarja e Timakut shiti 49% të aksioneve të jefet vetëm për 490. Kujt ja shiti Ron? Jefet për 490 euro. Po flasim për kontrata që shkojnë në disa miliona dollar dhe shiten aksionet për 490 euro. Kjo është njësoj për t'ja shpjeguar gjithë qytetarëve. Ti ke një bar, restorant, lokal, quhet çfarë duash. Ke një bar, restorant shumë mirë, e ke në qendër Tiranës. Vi unë dhe ai bari, restoranti bën 3 milion euro, po të ta blej. Shkati pari një pallati, është më i shtrenjti. Ti më thua mua, qa 3 milion euro? Merë 300 euro, ta kesh, se si dihet. Kush nuk e blen për 300 euro një aset që bën 3 milion euro? Këtu është abuzimi, shkurt farën. Marsit, faleminderit. Realisht... Lidhëm me Kajo. Po, ajo që më bën përshtypje çani është që, siç e tha dhe zonja Xha. Ku është shkelja që tigri i mëshonte dje Kajos? Shiko, ashtu se e kuptoj unë, shkelja në radh parë qëndron që te procedura prokurimit dhe mënyra se realizohet. Dakor. Sepse edhe nëse ti zgjedh një procedurë me negocim, që do të thotë nuk e bën procedurë të hapur, ku ti je shpall për operatorët, duhet të ketë një relacion, i cili quhet ndryshe dhe memo, i cili e shpjegon situatën, pse tin këto kushte. Dhe nëse në pjesë thua nuk ka transparencë thua te kjo. Po nuk ka transparencë pra. Sepse gjithmonë kur zgjedh një procedurë e caktuar prokurimi, sipas ligjit ajo shoqërohet edhe me arsyet. Pse zhvillon një procedurë e tillë? Ka dhe kriteri ligjore, ka dhe standarde e para. E dyta sidomos, ne nuk besoj që i kemi luksin që shpallin procedura me këto lloj shifra, një vend i vogël me këto lloj buxheti, me këto lloj GDP-e, që para të tilla përveç se i jepen në këtë lloj formë jo kaq transparente, situatat janë kaq ambigue, pra të paqarta. Dhe pastaj mungon ilaçet në spital. Po. Te çfarë ndodh tash? Shiko, unë shikoj edhe në një koncept edhe më makro gjithë çështën e akuzave të zotit Ahmetajt. Sepse para njerëz të pozicione. Për ta filluar, si e kuptoj se gjithë situata është e pozicioni është kur fillon gjithë të korrupsione, gjatë kohës që ishte vetë ministra apo fillon më pas, dhe pse nuk u shpreh gjatë kohës që ka qenë pozicionet institucionale, por u shpreh mbasi filloi procedimi penal i tij.
Ai Në mënyrë djeta që që legjitimohen. më kanë ardhur më infot më vonë. Në mënyrë që të legjitimohen. Pra, dakord jam. E para. E dyta, kur do të bësh një denoncim publik, nuk e vetëm shashkën, kuptimin, pra nuk e fillon vetëm duke rrotulluar një ortek, që shikoni këtu se ka gjëra. Çfarë gjëra ka? Qose do të bësh tamam një shërbim publik në lidhje me një fakt ose me një vërtetë. Tha i për tani, investigojnë dhe s'mu t'japi të gjitha ajo. Edhe unë po të isha, të të bëja. Po mirë, edhe unë mund të them që shikojnë se çfarë ndodh me kapitalin e kësaj kompanie. Shikojnë. Po më tani çati ti tani thua që ti bënte ai tani. Po them e di pse. Sepse gjithë puna e mirë që ka bërë në akuzat e mbarshme, Se fatikisht shumë akuzat që ka bërë ai se pranoi. ku e kam? Janë sot në SPAK. Jam dakord. A, pra? Problemi është që mund të fillojë dhe spekulimi. Por e di se do të spekulimi më i madh. Jipen 3 fakte, 4 fakte të vërteta, dhe pastaj mund të bësh edhe 5 akuza të tjera që janë pa vërteta. Dhe për shkak të legitimimit që ke në 3-4 rastet e mbarshme, domethënë përfundon që ti shantazhon ose ke tira arsye ose tira interesa që fshin nga pas. Qartë. Në mënyrë që ti legjitimosh 3-4 dosjet e ngritura pak më përpara ose faktet e hedhura, duhet që edhe këto tjera të çosh deri në fund. Se është një kufi i holl që e ndan. Qartë. Ku është fakti? Po të rinë tek ajo një herë. Dhe kjo. Të ka e thash, më bëri përshtypje fakti procedurës, domethënë si bën procedura me negocim, procedura tenderimi, dhe këtu nuk ka asnjë lloj relacioni shpjegues ose me bashkangjitur, e cila çeron situatën. Paktën të ketë Dhe është tender sekret, tha Ola, nuk ka tender fare. Është prokurim. Ka patur gar fare, është Erdhëm vetë jo. Gar pra kjo e drejt e për zgjedhur drejt. po procedura negocimi, ndërkohë që nuk Faleminderit Marsit. Albania që u caktuan aksionerët prap me negocim me një Vetëm se ka diçka, një fjali që tjetër. për portin e faliment Durrësit pas me kësaj. një po. e cila sot është faliment dhe nuk flitet se ke edhe kontrata të jep, për shembull, pak në intervistën më përpara zoti Ahmetaj ka folur dhe për Albanian. Sot Albania është falimentim. Ka probleme të tjera ligjore, për shembull nuk e çoj më tek të akuzën të ngritur. Është situatë që Të duhet ketë harruar. po. E cila është si mbreti i qiellit. Faleminderit Marsit. Ledio, ikim te Çileku për Xhiro dhe rikthehemi prapë të mbaroj Flogerti këtë dosje në Kajo. E keni live edhe këtu në thuaje, kjo është 1029 episodi, sezoni 23, ndiqeni në YouTube, e keni live Flogert dhe QR kodi Ledio. Për pyetjet tuaja. Një të shkurtër, domethënë se ne thamë që ngjan me Mekon, por Nuk gjani, jo është themeluar nga e para kjo. nga e para dhe Meko ishte për drejtori, armatimi, demontimi e tjerë në varësi të Ministrisë Mbrojtjes, ndërsa kjo është shoqëria aksionere ku dhe shteti është aksioner dhe merret me prodhimin, asemblimin e mjeteve luftarake për llogari të tretëve, pra shet dhe jashtë edhe brenda e kështu me radhë. Dhe një argument që më vjen nga një ekonomist që më thotë që Ola këtë e ka shumë të qartë, është nga tresa e paqëllimshme që bëri Sebastiani mes kapitalit të themeltar dhe bilancit. Sepse Kajo nuk ka bilanc dhe shitja që thua ti, ai 3 milion që i the Çanit, nuk ka lidhje fare, sepse këtu është vetëm kapitali fillestar dhe nuk ka një bilanc, sepse nuk ka aktivitet. Po këtë e shpjegon më mirë Ola me dasht, por kalojmë te tema tjetër. Është një gjë kapitali, një gjë bilanci dhe kjo nuk ka bilanc që ta vlerësoj 3 milion euro lokalin e Çanit. Vendos në një shoqëri në të cilën ligjet e shtetit shqiptar janë shumë tira që ti e cakton kapitalin sa të duash dhe nuk të lidhet me vlerën e të ardhurave apo se sa do të investor. Sepse ndonjëherë mund të mbash investimet jashtë bilancit. Tani që ti të prodhosh armë, të duhet kapital. Po s'kan bilanc. Kapitali nuk lëviz themeltarit, qëndron aq. Sepse janë krijuar vitin e fundit dhe nuk kanë mbyllur pasqyrat financiare të 2025. Pra nuk vlen 3 milion euro lokali i Çanit. Nuk vlen aq asetet. Ne duhet të dimë se sa është investuar. Megjithatë, nëse më le pak kohë, unë i shoh se sa ka investuar buxheti i shtetit tek Kajo. Ola, mendova se do i kishte ti këto, po do ta vazhdojmë në këtë bisedë edhe për Duranën, që të kesh sa informacione më të sakta. Më të sakta? Jo më sakta, më të plota. Të ke më shumë. Pra që mos kesh vetë thuash, më ler pa kohë ta gjej, jo ta kesh. Debati bukur do jetë. Po unë nuk mund t'i mbaj të gjitha shifrat mund. Jo të gjitha, jo, ti kesh të shkruara mi që mos kesh vetë të kërkosh. Po jo, këtu i kam unë. Jo, unë do të them se për çfarë do flasim. I gjej direkt. Jo, po kjo pra është, mos të mbasim të kohën them unë. Dgjoj Ariani, për shembull për Duranën, do të vazhdojmë të historinë e Duranës, ajo është perl fare që nuk ekziston. Unë të shoh do bëhet apo jo brenda vitit nuk e di. Është 3D. Është 3D pra, po se gjunaj se kemi 3D sot. Se si do jetë. Që është 3D dimne. Unë olës, shiko, unë olës erës tjetër. Në gjaf zotaj tani është dhe Dgjoj, olës erës tjetër unë duhet i them Ola do flasim për Duranën 1 dhe për X-in dhe Y-in dhe Ola në momentin që ashtu nuk ka nevojë si kërkojnë celular, se i ka gjitha të dhënat. Apo jo Ola? Mund ta bëjmë të gjë? Na duhet ekspertiza jote, patjetër se ndryshe nuk e bëjmë dot. Unë për shkakun sa him të këto shifra të gjërat e ekonomia, unë jam komplet out. Ndihmoj unë Buçak. Prandaj dëgjoj me shumë vëmendje Olën, e mundem ta kuptoj. Prandaj s'do të ndërpresi njëri. E mbyllam. Floger, për ta mbyllur me Kajon, sipas teje,
Bena Metaj dje, dhe këtu nuk më tha tamam, në fakt do e kërkoj dhe prapë Olës, në base Ola do e je një pikë, si që më tha, për në fakt, çfarë do të thotë? Pse e nxori Kajon? Cila, më duhet vetëm një pikë mua, një pikë ku që donë. Një pikë... Ku është hili ati të Ta Kajo? them unë, një pikë rreth të cilës mbrëm me çka më kuptuar unë nga gjithë intervista e Metajt, që lidhet dhe me Kajon, Me Kajon këtë. është çdo gjë që ndodh në Republikën e Shqipërisë vendoset nga një person dhe ai është Edi Rama. Dhe në Kajo ja ka dhënë mikut vet atij Ronit Çishtaj. Kaq. Faleminderit për këtë. Tani, o ti, o Sep, pas e vete Ola, mund të më thuash, pse është kaq i famshëm ky? Pse është kaq i famshëm në një mënyrë pak sekrete, se nuk është e njohin të gjithë. Roni, si e kam emrin? Jefet. E para, ç'është ky personazh? Pra, kur është shfaqur ky në Shqipëri? Pse Rama e ka kaq të afërt, Ramsi 4, pse e mban kaq afër? Pa çfarë ka ky molla? Cili është thesari këtë njeriu që Ramsi e ka kaq shumë nevojë ta ketë afër? Dim gjë ne? Ajo që mund të them është Elbit Systems, që është kompania ndër më të mëdhat në botë dhe në Izrael për armatimin, është edhe në Shqipëri. Elbit që është nën hetim. Është në hetim nga NATO. Nga NATO, po. Tani, Izraelitët kanë një nga lobet më të fuqishme në SBA. A është Ron Jefet një zë afër veshit duke qenë brenda këtyre çështjeve të rëndësishme të mbrojtjes dhe në Izrael. Dim që Izraeli është një nga shtetet me efikasitetin më të lartë, por gjithashtu edhe me mbrojtjen ndër më të mirat në botë. Nëse ky është një zë pranë grupeve të fuqishme të lobimit në Izrael, por gjithashtu edhe në SBA. Ndoshta ka dhe të gjitha gjasat që kryeministri e përdor si një person për të çuar në për grupe të ndryshme lobimi, duke bërë këto ndere për të zmadhuar dhe për të imazhin e vet dhe për të çuar mesazhet e veta në grupe të fuqishme lobimi. Të gjithë e dinë që nëse je i lidhur me grupet izraelite të lobimit në SBA, ke një zë afër veshit të pushtetit në SBA. Dhe unë mendoj se kjo është arsyeja. Kjo mund të jetë arsye. Ledio, nuk të del mirë kjo këtu, të lutem që se mund të nxjesh atë foton, të realizojmë çfarë është. Bëhet fjalë për Elbit, që është në hetim nga prokuroria belge dhe nga ajo e Luksemburgut. Ja, kompania ME, çfarë lexon atje? Madhe e mbrojtjes në Izrael, u petullua nga NATO për shkak të hetimit për korrupsion. Dhe çfarë ka Elbiti, kjo kompania, çfarë ka me Kajon 1 dhe me Ronin 2? Si ta kuptojmë këtë? Elbit Systems është kompania më e madhe e mbrojtjes në Izrael. Ka ardhur në të gjithë Ballkanin. Këtë e kuptuam. Po, dhe sjell, dhe tani ne kemi bërë si shtet, kemi futur me këtë ligjin që është bërë i riu, nuk është vetëm shteti ai i cili prodhon armë, po merr dhe kontrakton edhe kompani private. Edhe këtë ligjin këto e bëjnë shkeleshko. Domethënë nuk është se e bëjnë ligjin tamam, të ulen dhe ta bëjnë si duhet. Edhe këto i bëjnë shkeleshko, tha zoti Ahmetaj. Dhe po ta hapësh tani, Marsidi është më profesionist se mua për Po se ka dosje Marsidi, nuk mund ta fotot, po. Edhe po ta hapësh, këto i bëjnë prapë edhe këto shkeleshko. Domethënë dhe Ajo është çështjen edhe e NATO-s, nuk besoj se janë kaq elifi matrak deri në këtë pikë. Mua më thonë për shembull që faqja i tregon tani Ledio, jo kjo, tjetra, që është kjo faqja online e Kajos, thot, po të futesh brenda tani, po të futesh brenda atje dhe të klikosh ato sipër, ke përshë ato fjalët sipër, tekstet lartë që shtypen, Nuk punojnë. jo, të çojnë te programi transparencës dhe te struktura, ndërkohë janë bosh, nuk ka asgjë brenda. Sepse aty duhet t'ja dhënë një tender nga Akshi që ato t'jenë për transparent, që t'jenë shumë të mira, dhe kjo tregon që po ta ketë pas në një tip si Ermal Beqiraj, mbajtjen e kësaj faqeje, ose dikush tjetër, kjo tregon se çfarë pune të mirë që bën. Qartë. Pra, këtë... Ola, po Ronin ke dëgjuar gjë? Roni, ja Ron bëjmë prapë. Jefet. Dim që për të Ronin, ku operon ky dhe pse është kaq afër Ramës? Pra, Rama e ka këtë thjesht për geopolitik, sepse ndihmon që këtë lidhje të forta me Njihet në rrethë si lobist. Si lobist, është lobist. Lobist dhe person që ka lidhje në Emiratet e Bashkuara Arabe, në SBA dhe në disa vendet e Europës. Ah, dakord. Siç ka pas dhe doktori kështu më duket përpara, ka pasur atë, si quaj i doktorit, më vllai që ishte afër. Fazliçit. Damien Fazliç, po. Ka qenë dhe ai në një familje lobista. Po, lobist ka qenë dhe ai, po. Kështu që po fakti ky Ahmetaj më duket se e njihte këtë Ronin, tha e kemi takuar. Ka qenë dhe ky prezent. Po, te një intervistë më parë tha që ka qenë te kopshti Eden, te zyra e luleve. Kopshti Eden është kjo e kryeministrisë? Jo, ajo që ka përfunduar instalacioni, se atëherë nuk... Ajo instalacioni? Nuk ka qenë minister, zoti Ahmetaj duhet ka qenë në Arati kur ka nisur investimi i instalacionit. Dhoma e luleve, ku drekon kryeministri... Po, e di unë atë dhoma, po kam qenë atje, po. Ka lule lartë dhe ka një tavolinë poshtë, dhe ka me lule e kështu.
Ka qenë duke drekuar me Ron Jepet dhe ka thirrur zotin Ahmetaj, ku i ka thënë që një kompani për cilën lobonte Ron Jepet të emetonte, pra të bëjë zotëruesja e obligacionit që do të emetonte Ministria e Financave në formën e borxhit publik Eurobond. Dhe ku është problemi këtu? Obligacione euro. Ku është problemi këtu? Realisht, jo, Është një problem me kredin që i dha Kina Malit të Zi. Edhe kur ti nuk ke aftësi paguese ose të ndryshon normat e interesit, pastaj ty të zotëron si shtet ai që të mban borxhin, sepse ai që të ka borxhin ti le buxhetin e shtetit peng. Po, që emeton titujt financiar. Dhe tjetra pastaj, kjo është ajo më e tmerrshme që mund të ndodhë për një shtet. Po tjetra? Tjetra është që procedura se si emetohet borxhi është e përcaktuar në kushtetut, kaq shumë rëndësi ka, dhe me ligj të posaçëm të menaxhimit të sistemit buxhetor dhe me ligj të buxhetit dhe bëhet vetëm me garë. Po të shohësh, edhe Banka e Shqipërisë e bën me ankande. Kush jep ofertën për normën e interesit më tulët. Edhe kur ti del në tregje ndërkombëtare, cilët investitorë ofrohen për të blerë ty borxhin, pra për të dhënë para hua, dhe aty në treg të vendoset interesi. Nuk ta vendosë Ron Jepet sa të dojë Ron Jepet sepse do kryeministre. Kjo nuk do as në vendet lindjes që janë autokraci të konsoliduara, të planuara prej shekujsh, nuk ndodh kjo. Sepse nuk i bëhet kaq shumë dëm shtetit tonë. Në Kosovë... Sepse shtetin tonë nuk e ke, buxhetin e shtetit nuk e ke të shtëpisë tënde, e ke të qytetarëve, të një vendi që operon me ligje. Dhe për më tepër ndërhyrja e kryetarit Këshillit Si mund të japë shokut të ngushtë borxhin? Më qanë, në Kosovë, po ndërtohen po fabrika Po droga. se dha shokun në ngushtë, ku t'ja japë, Ola? Po, atër të bëj ligjin dhe kushtetutën dhe edhe njërë Po pse mi, Ola, ligjet që... në referendum që ne të votojmë, kryeministri ka drejtë ja japë Ola, borxhin. Ola, ligjet që bëjun do më dalojnë mua tani që t'japë shokve gjera tani. Ligjet që bëjun do më dalojnë mua, i kam bërun atë ligje. Ato janë për tjerët, jo për mua. Bëj në rregull ligjet, pra. Ato janë tjerët, jo për mua. Po, i bëj për tjerët ligjet. Po vlenin derisa Si Trumpi pra, tham javën që shkoj që Trumpi i bën ligjit për tjerët, jo për vete. Sërfuqit, se Ramsi duhet parë se sërfuqi, pra. Por Ramsi thot, kjo është ligji, do futesh në burg, nuk e ka për vete. Trumpin mund të ashani sa të... Pra, corruption is bad. Dhe ndërkombëtar. E quan sharje për Trumpin. Jo. Dakor, po Unë zina dhe më Është kritik, por Amerikanët, për interesat e Amerikanëve, është duke punuar fort. Ndërkohë që ne kemi një kryeministër që hajde dhe të shkelte ligje se punonte për interesat tanë. Një izraeliti, kryeministri të cilit Trumpi i rregullon karrikën. Kaq, pra të... E bën me të gjithë atë, por ajo që... Me gjithë. Me parin me Bibin e ka bërë. Jo. Ka për të për parë. Dere murin atjetu e pusë e gjitha. Ka depules për Izrael. Nëse për që si ka, e bën me tjerët, e bën me gjithë. Unë kam një gjithë tjesh për gjithë qytetarët. Edhe në Kosovë, po ndërtojnë fabrika për dron, po ndërtojnë fabrika për fishek dhe fabrika për armatim. Si ka mundësi që nuk ka skandalet këtilla? Dhe i kemi ne. Pra edhe atje po bëjnë të njëjtën gjë. Po prandaj eci ka dalmër se prandaj Kosova po zhvillohet nga dalmër, se nuk ka gjëra të tilla, ose i ka me shumë, ka shumë pak. Një vend po do të zhvillohet, valla, duhet të vivet, po nuk u vot, nuk zhvillohet. Cila është sasia që duhet videt? Hore zotri, po të respektojmë rregullat, Ola, të pres procedurën, jo po një sekond se Ola do më dali kundër, pastaj do ashtu. Jo po se po shtyjen gjërat. O zotri, do mbarojmë punë shpejt, nuk do jetojmë 100 vjet. Por absolutisht not bad. E di çam kujtohet me këtë idenë e vjedhjes edhe të zhvillimit. Si Ola tani, Ola çuditet, se Ola është njëri serioz shumë, e kupton? Dhe unë që i them, Ola, pse çka, le të vjedhet. Ola më shef kështu. Ka një precedent ligjor për një justifikim bukur në rastin e vjedhjes. Në një çështje ligjore amerikane, ku ai tha, unë nuk vodha, tha, thjesht gjeta para. Ose kryeministri duket se kur i gjen ato para dhe nuk i vjedh, atëherë nuk është rast tjetër, po nëse këto para janë pjesë e buxhetit të shtetit, të cilat janë të ndara në kompetencat administrative, në mënyrën si shpërndahen, në mënyrën kush ka legitimitetin dhe diskrecionin për të marrë një vendim. Dhe ndryrët bëhen sikur është një muhabet kafe, ku ti thua, shikoj, nëse ke një paketë cigare, jep edhe këtij se ky e pi duanin, nuk është gjë kaq e thjeshtë. Unë mendoj që
për çdo gjë dhe për mënyrën sidomos që është më e rëndësishme, si shpërndahet buxheti i shtetit dhe si bëhen procedurat ligjore, sidomos procedurat e tenderimit, emetimit e titujve Po dakord jemi, po të vonojnë shumë morti, të vonojnë më të shtyjnë afatet për çdo gjë morti. Dakord. Po këtë rast e kemi parë o Çani. Thënë Kolumbi tha ora, ose ti heqë fare këto të pijem radhë. Kolumbia është më zhvilluar sot se ka këto njëjtat fenomene. Kolumbia është më zhvilluar sot? Se di s'kam qenë akoma. Demokratike, është dukur varfëria se atje ka kapital. Qoftë kapital kriminal, qoftë edhe Pse kapital. do të jemi në ndryshë nga Kolumbia, molla? Pse do të jemi ndryshë nga Kolumbia? Çfarë kemi ne më shumë se ata, mor, Omar Siti? Pse do të jemi ndryshë nga ata, mor? Kemi fatin që jemi afër Europës. Po se kryeministri krahasohet gjithmonë me Gjermaninë. Jemi hale Europës, më nuk jemi në Europë, jemi hale. Në Europa ka nevojë për ca hale më për këtë. Ka shtëpi që bën dot pa halën. Po pra, thjesht i thua të zburojmë halen. Atë po bën dhe ky shkreti, ke parë. Ore versa më shitën pikturat e mia, mora versa më shitën. Sa më shitën në treg 50.000 euro copa. Shtoj edhe 20. Se jo më jo 50.000 më ishte lajm. Shtoj edhe 20. Unë pash lajmet për pikturat e mia, alla 50.000 copë. Po pra 50.000 euro. A unë e dija 500. Jo më jo 50.000 euro një copë, molla, pikturat e vogla më nga ato që bëj unë, ke parasysh nga ato si gjela deti më burr, si zoq. Ka mundësi të dali me 20 nga mbrapa. Jo 50.000 është. Tani po do llogaritet kjo, shumë interesante. Dalin shumë zero, po të vetëm gjithë pikturat. Piktura, unë vetëm, edhe ju Sa thonë. ke shit Gjerdan? Edhe ju, nuk e di valla se i ka ai menaxheri që merret me këtë punë. Dhe ju thonë tani do rit merre mund të vras mendjen për ligjet anëtet. Çi duan këto lekë ty, unë vetëm nga lekët e pikturave pa se sa i pasur janë bërë tani më burra. Jeni seriozisht. Edhe i bën për të kaluar kohën. Po kaluar, po është pasioni im pra. Po kur i pikturon gjatë kohës që merresh me këto vendime? Çdo të shtunë Kushtojnë më tepër në Ndërkohë që kooperacion. zihesha unë e Ola në thonjë, ai pikturonte atje. Çdo të shtunë kam një atelier. Dhe shtunë mbyllem një atelier nga ora 10:11 dhe në orën 6:00. Mbyllesh në atelje. Si ofem vendi sepse. Kushtojnë më shumë në këto situata kreativiteti. Po sigurisht. E këtë për që jam pari vendit vllasi. Dizë më thënë. Ore, mblidhni mendjen më, mblidhni mendjen. Këtu më keni deri 2045-ën. Po më dha Perëndia jetë deri 2050-ën. Harroni, por nuk më ndodh asgjë. Hiqini këto Jemi budalliqe. qartë burr. Hiqini këto budalliqe me jo do amerikanët dhe jo. Hiqini më këta. Nuk më ndodh asgjë, më do populli. E jeni para popullin. Dalën ata atje poshtë kërkojnë popull. Ku është populli? Ku është populli? Po është përmbytur. Urdhë? Është përmbytur. Të përmbytet iki për lesh. Do bien popull tjetër. Po vjen popull tjetër. Si popull, po. Shkove? Ishim pak, po. Shkove, Ola? I kam shkuar të gjitha opozitave që kanë ftuar aktivistë. I shkove. I shkova. Përveç Qorit. Ola është e lezesh. Nuk më ka ftuar, prandaj ata janë vetëm, si janë bashkë. Si kur të vish, shoj mesazh dal dritare të shoh pak. Po, jo, me qënë se nuk është se ka patur efekt, nuk besoj si do shkojmë. Ja si dorëzohet njerëzit. Tani ka mbetur një nga doset e tjera, ai foli shumë, po një nga doset e reja që nuk ashtu, në fakt ishte dhe Porto Romano. Porto Romano, ledjo të lutem zili pak çfarë fotosh kemi nga Porto Romano, vlla. Ta filloj me Olën dhe ta mbyll me Olën. Fiks. Ta filloj me Olën. Bëj një xhiro dhe mbyll me Pa Olën. xhiro. Ha? Pa xhiro fare. Pse kështu? Pse ti Kemi flokër? marrë dot informacion. Sigur ta dia. Po ti u luftove në fillim flogert. E kam xhank të vlogertin shumë. Jo, unë jam i sinqert, aty Jo, ku jo. kam, aty ku kam. Jo. Shpall mos kompetencën, nuk Çështja e ngatro atje kishe se kemi gjërat intimidues. tona. Dardallisëm. Aty kemi gjërat tona. Po prandaj po them pra. Kemi fut gjëra atje. E pra. Mansieqa. Tani do nxjerrë Ledjo këtë që janë blloku Porto Kastrati, ka Romanos. blloku kanalet Kulluse. Kush? Kastrati ka blloku kanalet Qa Kulluse. është Kastrati, s'e di. Qa është Kastrati? Kastrati Group në Porto Romano ka bllokuar kanalet Kulluse, ka përmbyt Durrësit. Jo, nuk e di çdo se e Ledjo. Ledjo. Nuk e tha këtë Amete. Keni Apo që Emiliana Sako. Mos e vërë gjëra me të që Porto Romano do të hedhin gjyq. i Një sekond. koncesionarit Porti i ri. Porti MBM që ka grupi Elda dhe grupi Kastrati. Jo, shko. Ne në Porto Romano, më fal. Në Porto Atë që denoncoi Ameta, është tenderi për portin e ri në Porto Po Romano. pra, për këtë të Amete për flasin mes, pastaj flasin edhe për atë po sot se Pak kemi. edhe me përmbytjen, prandaj e lidha pak. Ledjo, çka kemi nga Porto Romano, plak, lutem se nuk po i Asgjë nuk gjej. kemi nga atë. S'ka asgjë nga Porto. E di ti Ola, e di këtë çështje një thon, foli Ameta e di. Po, madje kam edhe një dokumentacion shumë voluminos, të cilin nuk kam arritur dot që ta lexoj. S'ka problem, kemi kohë, kemi kohë. Se janë 100 faqe. Kemi kohë. Ju kishit drejt që thatë që po ai denoncoi një ditë më parë 9 dosje dhe të shpletosh 100 faqe të Po disa nuk ishin të reja, disa prej tyre. Ishin të përsëritura. Po shumë Thuma Angashari ishte e përsëritur. E përsëritur. Por ato e dim. Tuneli ishte i përsëritur.
Të rejat ishin këto që thamë në sot po parku ishte përsëritur. Po parku ishte përsëritur. Biletat, pagesa e hoteleve nuk besoj të ketë qenë e përsëritur të ministrave dhe kryeministri. Thaj, e bërë një pagesë. Nga kompania që kishte marrë punimet e... Po kratë ju thafshin po janë korruptumi i bilet hoteli. Jo. Ata meritojnë burg. Jo, Ajo është thjesht ta kesh si kështu t'ja autorizierësh. Ta, kupton, edhe për tendera që janë me vlerë 2 milion euro, sa është supervisioni i... Jenë vete ku edhe injektami, këta të ruajnë. Ta saktoj kryeministri dhe ministri, Ta të ruajnë edhe do të qindarkën. marrin edhe Se pagesë. edhe udhtimin e merë? Ua, ta marrin dietat që ndarkën me le, moj ola i njef. Më njefti mua apo jo, kur marrin lu unë qera. 6 lekë rrugëve moj. Po ç'a thua ti? O marrin qera më. Unë të ruaj, çka ka atje poshtë tani fap, e keni parë ku hedhin gjëra ato njerëzit, vap me të mbledh gjitha në fund. Ke deputet aty pjesa dërmuese që kanë kështu si të pastre. Po. Pa fund, Ose marrin kanë marrë qera. shpi nga Saranda në Tiranë. Çmendurim, ola edhe. Ore kur skandali sipas metat e Porti i ri i Port Romanos? Atëherë, Skandali një për mendimin tim. Tani jam unë, Çani, nuk jam ai. Është që prishën portin e vjetër, valla. Po, ky është i pari që denoncoi. Kjo është i tmerrt. Prisha të port. Skandali Port kryesor, e. të cilin e kemi me zde. Sa kohë para Jezusit ka qenë ai port? 2000 vjet para Krishtit. Na urdhë. Me çfarë më kanë thënë disa inxhinierë, shumë të zotë që kemi E ka qenë një krenarit e këtij vendi ai. Është i thonë Samera. është port natyral. Po sigurisht po. Dhe Ky tani do shkoj të hedhë të heqë rreth. Dhe nëse ti bën korridorin e 8, që është një nga rrugët që janë vërtet investime strategjike për Shqipërinë, nuk janë investime strategjike këto që i fal tok 3 vetave që kemi që dhe klient të të qeverisë. Investime strategjike janë ato në infrastrukturë, të cilat konkurrojnë portin e Selanikut, portin e Pireut dhe Rafinës në Greqi dhe Kroacinë, sepse Malizin nuk ka një port që të zhvilluar. Pra, ne Durrësin e kemi më të zhvilluar. Ne çfarë kemi bërë? Në Sarandë nuk kemi investuar. Në Vlorë e hoqëm portin, po i bëjmë pallate, po i bëjmë marinë turistike. Në Shëngjin, gjithashtu marinë turistike, porti është i pazhvilluar. Dhe Durrësin po rrezikojmë që ta lëmë pa port. Megjithatë, këtu zoti Ahmetaj duhet bënte një mea culpa dhe thoshte, ai ka qenë një nga negociatorët me zonjën Balluku, me zotin Alabar. Për ndryshimin e destinacionit të portit të Durrësit, për ta zhvendosur në Porto Romano. Ka qenë pro? Ka qenë viti 2020, kur është qenë pro Tigri? miratuar... Ka qenë pro Tigri që të bëhe kjo, që të ishte porti. Ka qenë ministër i rindërtimit dhe ka shkuar në negociata me zonjën Balluku në Dubai dhe ka ngrënë biftek te Nusreti. Që doja i lajmi që... Dhe unë kam qenë gazetare për televizionin Klan që raportoja negociatat dhe kam qenë aty, në te Nusreti. Dhe kam qenë e vetmja që kam thënë që kur thanë që janë dhe gazetarët dhe na dha ai... Po prandaj je mërziti se s'ke qenë të Nusreti. Jo, jam mërzit. Pra, Ameta tani ndërkohë tani, edhe ti thua ka qenë iniciator për me Alabani ndërton të kulla atje, dhe porti Durrësit aktual. Pra, këtu duhet të bënte një mea culpa, sepse ti ke qenë në qeveri, kur ke negociuar që në vend të portit të Durrësit të bëhet një marinë turistike dhe të ikë porti mirë atje që është gjë natyral. Kur dihet shumë mirë që zona e Porto Romanos nuk është gjë natyral, nuk është aq e thellë sa të përpunoj kapacitete me tonazh të rënd të kontenierëve. Shpjegojnë fakt dia ai. Po këtë duhet ta ditë që kur ishte në negociatë, ose minimalisht thoshte të jepte dorëheqjen dhe ka qenë deputet i Partisë Socialiste kur është miratuar ligji i veçantë për t'i dhënë kontratën Alabarit dhe ka votuar pro. Dhe këtu duhet të kishte bërë një mea culpa. Megjithatë, intervista e tij i duhet shtrënguar dora dhe i duhet thënë bravo, se të paktën po e thua, se ka shumë të tjerë socialistë që mendojnë si ai, kanë votuar dhe nuk e thonë. Bravo për guximin, e ke për interes personale, apo jo? Mua nuk më intereson. Kjo i intereson shqiptarë. Kjo se interes personali ti, për kom interesin publik, pse jo? Po kjo do të thotë që Dhe për këto duhet... Jo, ka faje që ndjekin e kaluar. Jo, më kushta të amnistojnë. Shiko, nuk është çështja a do amnistojmë apo jo Ahmetaj. Për mua çështja kryesore është a do ndalim këtë vjedhjen dhe çfarë po i bëjnë këtij portit. A ka mundësi ato 3 pallate që janë bërë atje te Alabari që do të mbarojnë pas 30 vitesh, se po të shohësh edhe bilancet e kompanisë Marina Durrës, i ka skandaloze vlerat e investimit, 30 milion euro investim, ndërkohë që do e bërin 2 miliard euro investimin për 7 vjet, me 30 milion euro për 3 vjet. Sa të bje përqindja e curisë investimit, 2% vit, do me thënë, i ke skandaloze, se të paktën hajde të të vinin 2 miliard euro investime, pas të si ke. As këto nuk i ke.
dhe po shkatron një port edhe një rrugë strategjike, që... Korridori Jam 8 dakord. Po vdes Durrësi. Jam dakord, problemi është Para që ka sa mbaroj qenë Ola. pjesëmarrës në këtë Korridori shkatrim. 8 fillon në Durrës, shkon Dhe në me Varna. kulpa- Një sekund, të lutem se mos pikë të koridoritet, sepse këtu Benameta dje foli për lidhje ruse me portin e ri në Porto Romano. Lukoil. Këto lidhje ruse, ne kemi bërë kërkim sot Dhe nuk del. dhe nuk del asnjë lidhje ruse. Unë nuk kam bërë ende. Janë sa emra grek në Qipro. Arqirodoni dhe kompania Lukoil dhe kompania tjetër se e kam bërë një kërkim. Prit, Ola, di që për të të kaloj piano. Nuk e kam bërë Ah, kërkimin s'e ke- ah, okay, ato. Megjithatë, Holland, përpara se të Thjesht bënte operoj në Qipro, kaq, asnjë gjë tjetër. Dhe Hollandë më doli. po të shohim tek se duhet që Kimanko. të shoh te një regjistër ndërkombëtar Open Corporates. Është Guackjo, është Guackjo. Po, për sa kohë Guaskës. Shqipëria është offshore. Ah. Dhe duhet të kërkosh te ky regjistër që të gjesh më kush pas janë pronar? përfitues nëse mund t'i gjesh dot dhe ti krahasosh edhe me dokumentat se ai më duket se nxori dhe dokumentat ditë intervista në mos gaboj për kompaninë Lukoil. Ditet sa kështu po s'deshin gjë. S'duke Ai shpjeguar. për ta kohë e tha Duhet me t'i emër, bëjmë besoj fact se checking. Megjithatë kemi një kompani offshore. Ajo që është më e tmerrshme, leje lidhjet ruse. Ne po rrezikojmë të ngelemi pa port. Këtë unë e kam thënë vitën përpara. Shumë gazetarë kanë thënë vitën përpara, opozita e çojnë gjykatë kushtetuese, kushtetuesja hodhi poshtë. Pra, po ngelemi pa port, tani merr një vlerë kur e thot dikush që ka qenë brenda. Dhe po hapim, kemi hapur tender për të bërë një port me sipërfaqe më të vogël se ky ekzistues. Me vlerë që vetëm faza e parë shkon 400 milionë euro, 390 milionë euro. Dhe faza e dytë është në 2060, thoshte ajo Meta i dje. Faza Atje u trasha unë. Faza e dytë në 2030-ën, po 2060 tha ai. Jo, po nëse varet se sa do jetë ecuria e punimeve, okay. tani siç e kanë te master plan. Jo, unë them shta ai, mëse s'e kuptova gjë. Tani sot, Jo, në atë që tjetër kanë thënë gjë. ata. 2060. Ishte pjesa e kontratës Me që do ata- përfitonin me ata atë- që Ameta e thë ndjes Ola. Ameta e tha, ky derisa të vdesi do të marri para nëpërmjet asaj kompanisë. Ishte tjetër gjë. Jo, për këtë Porto Romano flitje, për portin e Porto Romano. Për këtë pra për këtë, po kompani që operonin që Do shtonin kalacat, pra. po pra, po ato kompani që sipas Po pra, dhe do Ameta përfundonte kishin faza e lidhje dytë me Ramën. Pra është Rama, nuk janë ato, dhe Rama do vjeli nga ato dhe Kjo është akuza që bën ai, pra, në një familje. deri në 2100 në thonë. Ola, mbyllë zëma të thëmë, mbyllë këtë që kaloj të sebi. Më duhet dhe një minutë për të Jepi, sqaruar. Pra, jepi. 390 milionë euro e gjithë procedura për fazën e parë, tek studimi fizibilitetit që ka bërë Royal Husking, një kompani holandeze, edhe ati ka problematika, është çështje vetë ajo, se si është bëri kontrata e hapur dhe nuk ka përfunduar i gjithë master plani për fillimin e portit. Vlerësohet që porti i ri mund të kushtoj mbi 800 milionë euro. Mbi 800 milion. Mbi 800 milionë euro. Dhe nëse ti të shohësh se sa merr nga porti i Durrësit që po ndërton Alabari në formën e taksave dhe kapitalit që ke dhënë, ti del minimalisht me humbje. Dhe nuk del me 1 milion euro apo 2 milion euro humbje, po del me mbi 800 milion euro humbje. Ku do gjenë lekët për ta bërë këtë? Lekët thanë që do t'i investoj një kompani private, sepse po të dëgjosh që thoshte Ministri Balluku dhe Kryeministri Rama para 2-3 vitesh, kur po kalon të kontrata, thoshte që janë kompani vënde antarët NATO-s, do vi NATO ta bëj portin, do të NATO kompani dhe do investojnë ato para. Nuk erdi asnjë u hap tjerë tenderi dhe pastaj dhan parat nga buxheti. Tani është bërë me prokurim, me parat e buxhetit shtetit, jo me koncesion investim privat që ta punojë shteti. Tu janë do. Edhe me kjo. Ja, Kjo vëndësia i ku francezja, Ola. Dhe hapën tenderin, morën pjesë një franceze e famshme, një kompani Vinci e thonë Shqipëria vëndësia. Jean Denul Soletanse Bashi International, besoj kjo do jetë francezja. E vëndet NATO-s ishte. Jo, francezja është vëndësi. Vinci lezohet. Po çon si ka? Vinci Construction Geoinfrastructure. Kjo iku e hoqër. Po një kompani tjetër China Communication Construction, një kompani Van Oord Dreying Marine Constructor që është holandeze, një We Build Spa dhe Jean Denuli që thatë ju që është kompania franceze. Jo, unë thash vëndësia, po çon si ka? Jean Denuli do të jetë tjetër. Do të jetë kompani tjetër franceze, çon si ka? Po, Jean Denuli ka dhe një vizë... Janë bashkë, çon si ka, janë bashkë. Konsorcium, po. Aha. Pra, në total 5 oferta,
4 janë skualifikuar dhe është përzgjedhur vetëm një. Po Cili është? cila është e veçanta? Jo, cili është përzgjedhur? Është Arkidon Construction Overseas Company Limited, kjo me bazë në Shqipëro, që është një Po nuk kompani dihet çfarë është. do hulumtoj për lidhjet e kësaj kompanie dhe do t'i them të saktë. Kemi kohë. Një që është në bazë në Qipro dhe në Qipro është një jurisdikcion offshore që ruan anonimatin e pronarve dhe ofron lehtësira fiskale, pra taksa zero siç është dhurana tek park. Tani, për ta mbyllur, cila është e veçanta e këtij tenderi? Tenderi është me 2 faza. Faza e parë kualifikon kompanit nga kriteret teknike, pra a mund të arrin dot të kompani që të ndërtojnë një infrastrukturë portuale dhe pasi përfundon faza e parë, kompanit që përzgjidhen japin ofertën financiare. Tu janë skualifikuar të 4 kompanit edhe ofertën financiare do të jap ditë mjëra. E cila do të jap sa të ndoj, sa ajo do jetë fituese. Pra ajo konkuron me veten. As do ketë, nuk ka më rivalitet fare. Nuk ka fare, është kontratë e hapur. Yta. Dhe kur ndof kjo, Ola? Dhe nuk është se janë skualifikuar kompani që nuk njihen. Jo, vënësia është e famshme shumë, kjo francezja është kjo bën perla. Janë kualifikuar kompani që kanë përvojë Po, pra. në ndërtimin e portës. Këtu duket që është zhvatje e madhe, vlla. Kjo është zhvatje e parë. Të heqësh vënësin nga gara është zhvatje e parë. Vlerësues në tenderin, në këtë tender, kanë fut kompanit private, Royal Husking, pra konsulentin që ka bërë master planin që hajde vlerësot ti, që kjo është një detyrë e autoritetit publik edhe punojësve publik. Nuk e di si e kam bërë këtë, ose në base se nuk i përmos njëri edhe duan që ta shkarkojnë. Për të qenë korrekt, për vjen një mesazh, Ola. Falenderoj, thot, dihet Arkidoni, thot, njihet si kompani me goxha punë dhe reputacion të mirë, me 14 porte, ama asnjë në Europë përveç Greqisë, thot. Shumica vendet e Egjirit, Persik dhe Egjipti. Më vjen një mesazh. Tani të shohim se kjo duhet që t'i verifikojmë. Seb, Jo, thjesht për portin e kisha për thënë për punë e kasratit e nise. Kisha për thënë këtë lloj gjëje. E para njëherë qytetarët në Durrës janë të përmbytur dhe një ndër arsyet është se Po përmbytja është tjetër gjë, tani po flasim portin për këtë të Benametit. Porti. Lërët sot që ka Sepse ky porti e para njëherë ka prishur një mur 2000 vjeçar për të ndërtuar ky porti. Është Jo, nuk prishur. është ky porti. Ky porti s'është ndërtuar akoma, po bëhet. Po flasim portin e rini Porto Romano, plak, mos u ngatëro, Kurse Porto Romano, porti më bëj, që është për hidrokarburet, është tjetër. Tani, doja të thoya këtë. Të gjitha stërvitjet Defender janë bërë në Durrës. Korridori 8 kalon nga Durrësi shkon në Varna Det-Zi. Det-Zi sot është pika më e nxehtë gjeopolitike në Evropë, një ndër pikat më nxehta gjeopolitike. Vetëm se është Ukraina e këto. Vetë Yuri Kimi, ambasadori amerikan, ishte në Durrës kur bëi Defenderi. Ajo që ne kuptojmë në këtë mes është kjo lloj gjëje. Të zhdukësh një port me thellësi natyrale, ku NATO e përdor si rrugë dhe korridor strategjik për të shkuar drejt detit të Zi, kjo është çmenduri, është tradhti kombëtare. Po mi këta të NATO-s, nëse e donin në vërtetë të port, ti mendoj do ja linin? Jo, të bëheshin kollish Berishe? Qofse ti ke vendosur të hidhesh nga pallati dhe të vrasësh veten, kjo është punë për ty. Ma i duhet NATO-s ai kalim atje? Duhet ai port atje? Po pra këtë po mundohem të them. Të gjitha stërvitjet Defender janë bërë aty. Ku aty? Aty ku do bëhet porti i ri? Te porti i Durrësit. Se porti aktual. Ti na thua që NATO e do portin. Ti flet për portin aktual. NATO nuk na ka thënë që e do portin atje. Ti shkojmë NATO. Ti këtë port e ke me thellësi natyrale. Ti shpenzon parat tona të taksapaguesve për thellësinë e kalatave të këtij porti. Tani na thua do marrim ca lekë të tjera, këtë do e mbyllim dhe do çojmë do hapim këtë portin tjetër. Diagnoza është e paparme. Tani në këtë mes, pse parat e mia vëlla do i përdorësh për të hapur kalatat e këtij porti tjetër kur ti e ke natyralin? Pra këtë mbylle dhe shkon te ky tjetri këtu. Sa është ky është 3000 vjeçar si port. Port natyral, 15 metër dhe në 17 metër e ka Shëngjini. 13, 15, 17 mund shkoj dhe porti Durrësit. Tani do shkojmë, do gërmojmë atje te porti. Të heqim rënën, se ka shumë rëra atje. Pra, dhe qa është kjo? Kjo është vetëm para. O, zhvati pa parmë, zhvati dy herë kjo. Zhvati edhe nga Alabari, zhvati edhe këtemo nga kjo reja, më pra, jo dihet. Në qoftë se nuk është... Ore, bishtë të duhem në këtë vënd, kam votat, kam 83 mandate, jo rrinë të çuditshëm shumë. Në qoftë se nuk është... Në qoftë se nuk është çmenduri, kjo është tradhti kombëtare. Dakor, më quhet edhe tradhta, unë do zhvillosh Shqipërinë, vëlla, e kam fiksuar. Nuk iki unë pa zhvilluar pa mbaruar pikturën, vëlla. Kam marrë fonde muhabet. Zoti Marsit për ta mbyllur. Pase ne pra gjykojmë se po ta vesh rep, zakonisht liderët që rinë gjatë pushtet, dhe sidomos ata që konsumojnë mëkatet e të tilla, kanë gjithmonë një devizë që e përdorin edhe mbase kanë të drejtë se duhet të ishin në pozicion natyrisht i kuptosh. Që të gjithë pretendojnë që duhet shumë e keqja për të arritur e mira. Pra gjithmonë kur vjen koha që ose rrëzohen për shkak të një procesi ligjor,
ose për shkak konsumimit nga pushteti, ose për shkak se vetë pushteti i grye, e gjithë mënyra se si e bëjnë atë shikimin e gjithë karrierës së vet nga ai moment, është ky që çdo veprim i keq që ndodh, çdo korrupsion, çdo vrasje, shkelje kufomash, shpërdorim parash, ka ndodhur për gjë më të madhe, më të mirë. Pash pak a shumë se historia e 40 vitëve endje në shkretëtir të ebrejve, të qifutve, për shkak sepse adhuruan një zot të ren. Në këtë kontekst, mbas edhe ai vërtet mendon, siç e the ti, vjedh shpinën e vet sepse i duhet një projekt më i madh. Patjetër. Na fusin në Europë, duhet paguajë zyrtar. Do ketë gjithmonë një justifikim. Këtë do i gjykoj koha. Problemi është që si ka mundësi që është kaq i fortë, që me gjithë këto akuza, me gjithë këto orgji interesash që ndodh, dhe që i mbivendoset ligjit, vazhdon edhe ka legitimitet, edhe madje ka edhe forcën që t'i zbe faktet, argumentet, provat, proceset kundër tij dhe duket sikur del edhe më i fortë. Kjo pasaj është çudia. A është se për shkak se kemi një opozitë të dobët, a është për shkak sepse pavarësisht asaj që duket ndërkombëtarët vazhdojnë të mbështesin, a është për shkak sepse strukturat e drejtësisë s'kan vullnet ose s'kan guxim, të çojnë këto procese deri në fund, është fakt tjetër. Ajo që të bën përshtypje është i vetmi paradoks çani që ndodh është që faktet, argumentat ligjor, provat janë sheshit, ndërkohë që kemi zero hetim ndaj personit përgjegjës, që siç thotë zoti Ahmeti e zoti Rama. Rogert? Jo, po kontrolloja në fakt kur filloi Sebi të flasi për NATO-n, hapa faqen e ambasadës amerikane dhe në 10 shtator të këtij viti, një anije e flotës amerikane, ushtarake, ka mbërritur 9 shtator në Porto Romano, thot ambasada në Durrës, pra te ky porti, jo te ky që po bëhet, po te ky tjetër që ka bllokuar Durrësin. Po amerikanët kanë ardhur dhe kanë zbarkuar aty, duke theksuar partneritetin e ngushtë mes Shqipërisë dhe SBA-ve dhe janë rreth kjo anije ka patur në bord 312 ushtarak dhe ka qëndruar për 3 ditë. Për stërvitja Defender. Prit, le stërvitja hallin e thellësisë që po qaje që s'kan ku na lojnë anijet, ka ardha jo amerikanje ushtrisë. Mos ngatro kekun me byrekun, stërvitja Defender ku është? Stërvitja. Më thoj pak ku është bërë stërvitja. Po ku është bërë stërvitja? Po ti të futesh në këto tema. Është bërë të ato hekurishtet te porti i vjetër. Ku kalon korridori strategjik për të shkuar në Det Zi? O, miku im, korridori 8 po thua. Ku kalon korridori strategjik? Shife se e ke shkuar këtu pra. Po pra, po hë, lexoje pak. ambasadës, po lexoje pra. Ku kalon? Lexoje pra. Po gjeje pra ku kalon. Po si kalon aty këtu, jo po kalon të shtëpia ime të shtëpia ati. Po Romano më kalon. Po për çfarë do e prishësh një port 3000 vjeçar ti një herë, kot me të pyet. Për çfarë do e prishësh? Nuk e kam prish unë një herë. Po për çfarë do e prishësh? Po për çfarë e mbron? Ti për çfarë e mbron? Unë po citoj. Për çfarë e mbron prishjen e një porti? Durrësit, për çfarë e mbron prishjen ti? Po a e di që është strategjik? Jam kundër më popullizoj ambasadën amerikane. Po lëmë ambasadën amerikane. Ti pse e mbron këtë lloj gjëje? Dakord. E lëm ambasadën amerikane. Ka drejt Albin. 3000 vjet por. Jam kundër o Albin. Po pra, po çam lexon mua? Tha ambasada sa ambasada. Ambasada amerikane dhe Van Horni ka qenë këtu. Ku bëhet? Ku bëhet stërvitja? Jam ku? Po jenë të rëzia... Jo, se më ka ftuar dhe mua kur ka ardhur kjo anija, prandaj po të... Porti më i vjetër në Mesdhe, porti më i vjetër në Mesdhe, porti më i vjetër në Mesdhe, e tani, të sbrojt e pa mbrojtja. Atje mund të ankorojë kjo anija dhe për aska dhe diku tjetër, ku anijet që qa halë sebi që s'futën dot, ku fuskan? Po pse e mbyll të tjetrin ti? Gabim, po pse del gjithmonë barazim? Burgore! Po pse gjithmonë del barazim? Po faj ka mund që ti ha gola, faj ka mund që ti ha gola. Pra prishim një, ndërtojmë një. Po ha gola ti, faj ka mund. Se titova më. Se del barazim. Edhe Porto Romano, edhe Porto Romano. Ola. Te të gjitha del barazim. Prishim teatër. Gjithë televizioni kundër, e kupton? Jo, lemër kundër ti kundër. Po s'pate logjik gjithmonë kundër. Sa logjike mor, të citova. Pse del gjithmonë barazim ti? Do prishësh një teatër, prish një teatër në mes Tiranës për të ndërtuar teatër po aty. Ambasadorën Por ti dëgjoj vendin tim unë. Jam kundër interesat e vendit tim. Po lene mos tregomu postime etj, se i di më mirë se ty postimet.
ku është bërë stërvitja Defender. O, Mika, Se do të prish them një apo- port 3.000 vjeçar në mes Tjerë dhe. fushate. Po le qa fushate. Për kë po bëj fushato? Herën Për vendin tjetër- tim po bëj fushat. Për çfarë po bëj fushato? A e di çfarë kjo është shpreha e fundit, e asajtit. E kujtësh, e E kujtësh. asajt. E maskarenjve. Jo, E po, maskarenjve po, sa them dot. është. E maskarenjve. Maskarazha ai që vjedh, maskarazha ai që vjedh vendin e vet. Patjetër, Po le tani. patjetër. Nuk mbrojt e pa Edhe ata mbrojtja. që mbrojnë hajdutët mascarenja. Po pse e mbron ti portin? Po s'po e mbroj, jam Pse e kundër. mbron? Po pse më thua mua, kjo thot këtë, kjo thot këtë. Po se e thot, ajo si bëj? Vjeçar në mesdhe. Po pra, jam kundër. Jo po doli njoni shkoj atje edhe Jam mas kundër. ferre poni dy gjona. Jam kundër, po a mund po ta ikë se citoj s'mbrojt e për mbrojtja. ambasadorën? Mund t'ju Për çfarë po e citona, vlla, unë po them ku është bërë stërvitja Defender. Po e citoj se e ka Po se thënë. të dhem, o vlla, se po prishi port 3.000 vjeçare, e kënarie me Po zdeu. çat dhem ty, mor, Po çat të dhem ty dhemër. ti portin Po e si të s'të dhem ty? 300 vjet o burr. Po çat 300 Po vjet? koti lidhja jote me portin është sa që është lidhja e Marsidit me Marsin o burr tani. Përveç emrit asgjë tjetër o burr. Po iko Sebastian Pallavra. Po pse më nuk të... Ke hyrë në rol, mi e Po bërë qa? si tik lapa jo burr. Si? Një shartim i Adriatikut me Albinin. Po, edhe Kjo çuditshme. edhe qa është kjo? Kjo është faj, është problem. Qa është kjo? Sebastian. Po qa është problem? Mbledhësh Po qa vetë. duhet t'jesh? Jo, të mbledhësh Duhet t'jesh, vetën. duhet t'japësh PPP të Duhet të gjitha. mbledhësh Po le e vetën, mbledh veten sepse tani. nuk je Po le aq- tani. A je burr atëherë të flasësh për çdo gjë Për deri në qa? fund? Për qa të Me që bën si patriot? Po, për qa të flasësh? Mbyll gojën tani dhe vazhdoj. Qa të flasësh deri në fund? Hajde se Për s'ka qa të dot pra flasësh tani. deri në fund? Mos më bëj moral. Po qa Po më është bëj puna për moral? të bërë moral Bëj dhe të moral. ndershmin. Hajde Qa hapim bëj letën moral, tavolin, bëj moral. flit deri në fund. Po se i flit deri në Hajde, fund, deri në moral. fund. Hajde, jo. Ky prishet, kjo PPP, kjo Si ta videt, prish? kjo jepet. Vit për gjithë E, sektorët pra. e ike tani. Hajde pra tani mos më bëj si Sebi më fal, Flogert. Edhe kësaj here, më shumë se herët e tjera, një seb që nuk e kishim njohur kur. Të gjithë ju që e doni sebin dhe e ndiqni gjithandej, jeni mësuar me një seb, me një Sebastian Zonja, një djalë të urtë, të qetë që flet nga dalë, sepse e shikojnë shumë në lajme, në lajmet e MCN-s. Dhe sigurisht kur janë në lajme, në marrë të flasësh të pra. Ky emision bën të mundur, dhe për të jam shumë i gëzuar, që të shohin dhe anën tjetër të medaljes së personazhi, pra. Dhe ku më mirë se këtu, Sebi do ta shfaqte anën tjetër të tij. dhe kush më mirë se unë Dhe me që shfaq kemi këtë vetëm, pjesë. dhe kush më mirë se Flogerti, bravo i qoftë. Janë nxit. Që jo janë nxit vetëm, por dhe e duron. Ai i vërtisën në fytyrë, Flogerti në fakt bënte sikur e kundërshton dhe bravo, dhe Flogerti ishte mirë shumë në ato, ishte perl. Tani, me që kemi të Pa njëjtën qose i din fal, do i kemi në politikë Sebit është edhe për merit Flogertit. për meritet të Jo, gjithëve. kur ty se po merit premtim vetes. publik, kur ty Sebi në politik, unë do bëj një hap mbrapa dhe po pranoj Sebi do jem në mbështetje të Sebit, po jo në media nga mbrapa. Nga mbrapa, dakord. Po pranoj Sebi se I bie të të paguaj Sebi ty. jo, jo, ne të majtët nuk Falas? kemi solidaritet pa. Dakord, rregull. Ky është mashtrimi i mafjave, po nëse çon si ka. E Nuk ka marrim asnjë një gjë. falas të jetë. Me që kemi vetëm në gocë në studio, Fas kushtet me shtrenjtë, po. zotërinj, me që kemi vetëm në gocë në studio, dua që ta mbylli këtë debat Ola, që filloi të fliste që parë, Ola tentoi të hynte në debatin e tmerrshëm të Sebit dhe të Flogut, tash Ola lere se është e pamundur, edhe Ola u putërroq. Ola mbyllet më. Nëse mbyll debatin e... Jo, këtë debatin kishin këta, se the edhe unë isha e ftuar, Jo, doja t'i thoja që duke qenë se jam marrë me portin e Durrësit, kam bërë disa emisione, unë bëj dokumentar investigativ, diku te 30-35 minuta. Çdo të martë, më fal, çdo të mërkur. Çdo të mërkur. Çdo të mërkur, çdo të mërkur, nga ora 8 Deri në orën 9, pastaj në zonën e lirë. Pastaj zonën e lirë, po. Dhe... Bashkë me Xhevin. Dhe ka marrë dy nga ekspertët e vetëm që e njohin infrastrukturën portuale dhe i kam intervistuar dhe ata më kanë thënë që në Porto Romano, duke qenë se nuk është gjë natyral, është zonë e cekët dhe për të shkarkuar anije me tonazh të rënd kontenierësh, duhet gërmuar. Tani, se sa ka qëndruar anija që tregoi Flogerti, se sa ka qenë tonazh, E mbajmë edhe unë atë videon saj, që po. ka... E ankoruar totalisht në port. Po pra, Ju po vizitoni portin e vjetër, portin e aktual. ne po flasim... Jo për Portorion. për portin Feri privat. s'është bërë akoma, pra. Për portin privat, ore. Po jo në Porto Romano, kujdes, Jo në mos Porto ngatroni. Romano, jo, do do bëhet Porto me Romano. një gjë ngjitur me Porto Qartë, Romano. Do më thënë, e gjithë zona quhet Porto Romano atje, nuk e vetëm pjesën e detit.
Pra, ekspertët kanë thënë këtë. Se s'po e mbante të Tani, tani, Sepse ka... Jo, i sekund, mos e prej Olën. Ka qënë kohën e Cezarit. Jam dakord me ty, Teori, po pra që ti dish ca gjëra... nuk ka rëndësi se njerëzit modern nuk duan ndonjëherë të dinë për historinë, se ne kemi dashur gjithë historinë dhe trashëgiminë kulturore. Karta e Adriatikut është pjesë e NATO-s. Adriatiku është interes strategjik i Italisë, është bregu i 5 dhe është e pambrojtur në Jemi dakord me to, se të lutem. Pra, Jemi dakord me të gjitha këto. është strategjike, si për ne, si për italianët, si për NATO-n. Dhe të hysh në këto gjëra, qesim, si që në ky vizatim... Po pra, si që kemi ne, zotin kryeminist. Do hymër, zotëri, se jam i fuqishëm, është ka që thjeshtë, kam thënë që i dhe, nuk pirë fare për moralë, është ka që thjeshtë, se. Hajde, gjem mënyra për të më rëzuar, zotëri. Ke mënyra tjera, provoj, po ke bëth, ekstra politike. Se mënyrat ligjore janë të më zjerësh ndryshet, me rëzosh parlament. Popull nuk e, hajde mi të ndryshet. Edhe atje kur zënë Cezari me Pompejn kanë bërë resorte këto. Edhe këtu të portit duan të bëjnë resorte. Gjithandej. Pra qefi i... S'është qefi më zotëri. Unë duhet të mbaj pushtetin, për të mbaj pushtetin më duhen vota. Për të marrë vota më duhen para. E kupton apo jo? Jam futur në një granazh dhe unë, ti kujton se kam thjesht. Ti kujton se unë ti kujton se unë jam të goutallur. Nuk dalë nga loja se për shumë vonë. Dakor. Mos të bjerë ka shumë i qatë. Da kuptosh kur të vish vetë pushtetin. Ola, unë mendoj që ne të dy dhe bashkë me miqtë e mi në studio, ne të takohemi sërish sepse sonde në fakt them drejtën, nëse i cekëm këto probleme dhe unë mendoj që na duhet të futemi pak më në detaje kur të vi momenti, do kur ti je ti gati, se s'ke ndonjë urgjencë, këtu jemi, kemi kohë për Duranën edhe një herë, për të marrë vesh çfarë bëhet këto kompanitë, i futemi kompanive kësaj radhe. Për Kajon, që ishte dosje e re këtij. Edhe kjo e port. Edhe kjo e Port Romanos që është shumë e rëndësishme. Dakor? Për mua është shumë e rëndësishme kjo gjë. Po duhet të futemi me detaje, Ola. Pra do të takojmë çik përpara ne bashkë. Do ulemi në kafe dhe MCN-ja, do flasim, të kem dhe unë një ide më të qartë, kesh dhe të bëjmë një realisht, duhet të bëjmë një emision që të flasim njerëzve me një gjuhë të thjeshtë fare, pra që gjua Olës që është ekonomike të kuptohet edhe nga njerëzit puna imi që janë ignorantë në ekonomi. Ta premtoj që e bëj unë. Po duhet i kem dosjet. Ora është 22, po patjetër, ora 20, jo duhet të kesh dosjet vlla. Ora do bëj ulëmtimet e veta, investigimin e vet. Do të di ato i kemi ne apo jo? I kemi do dosjet do. Porto Romanon e kam edhe atë që ka nxjerr zoti Ahmeta që i ka shpërndar gazetarëve për Durana Tech Park gjithashtu. Por nuk kam gjithë listën e kompanive që kishte Flogerti, po, Kajon e kam, po nëse Flogerti jep të 76 kompanit... Si s'do japi Flogerti është një përres publiko? Ja jap populatës. Po, pra. Ola të falenderoj jashtë mase. Ora, zonja zotërinj, ora është 22:15 minuta, për thënë që kjo emision mbyllë këtu sonte, mund të vazhdoni pa fund, ju kërkoj ndjes në fakt për... Apo jo, mëse nuk... Shiko. Do flisnim për përmbytjet një që s'folëm. Do flisnim për a do e thritet Rama në spak apo jo, po kemi kohë, këtu jemi, se nuk do ndodhi nesër. Kryeministrin e mundshëm të opozitës. Dhe për Fantomasit, a duhet jetë kryeministri i ri i Shqipërisë, me që është e vetmi opozitë në Shqipëri. E tha vetë Ramci sot në një replik. Në fakt, më fal Ola, me gjithë respektin, mi do ishte ta shmanglim fare këtë gjë, sepse në fakt ajo nuk është gjithë verse një replik mes dy njerëzve që masturbohen. A që te për dy burave masturbohen, nuk është e këndshme për ne të shohim dy burave masturbohen. Kështu që edhe mund të lihem me një. Megjithatë e përmendëm thjesht për të thënë që o shiko se ka të halle të tjera në këtë vend. Ne merremi jo me vjedhje miliona e kështu. Ka njerëz që kanë nevojë. Po. Ati kishte dashuri mes tyre që se vije rreti. Unë jam gjithmonë yti, thoshte ai. Po, nuk je në dispozicion. Është e perë. Ai akuzon që pse nuk del ti origjinali, po fshesh mas kastetë. Është po ta vije re është një lloj çifti. Po, çifti fshehur që po kërkon njëri tjetrin. Ka një xhelozi tani se kush duket çik më shumë. Kjo është që ndodh. Ka vite, kupton? Në thelb po ti futesh holl, unë s'do të flas tani, do të mbaj gojën. Është kuthret qameti, është niveli fare kështu, bazik, është terra, e kupton? Por çfarë të bësh vëllai tani? Ai është unë jam i fuqishëm, bëj ç'të dua, e kupton? Dhe promovoj këtë dua unë. Gjej Fantomën e shkret, Fantoma që është gati, e kupton? Që të bën sikur bën kritika pse këta sjellin ka ato kasetet e tyre, ndaj këtej ky që bën sikur nxefet, ndërkohë këtej vjedhë jashtë llaktar, më kupton? Po jo,
të quar debati këtu, por ne nuk e çojmë, se jemi të zgjuar. Zëja zotri, kënaqësi e madhe që u pam dhe sonte, takohemi të martën e ardhshme. Deri atëre, unë tani do ulem, jo fjalën, do ulem me kolegët e mi dhe do hap QR kodin që ishte në ekran që parë dhe do lexoj për qefin tim gjithë mesazhet që më ke çuar. Vazhdoni, le të nxjini edhe një herë QR kodin. Vazhdoni në këto momente të bëni pyetje për Olën, Ola Xamën, për Sebastianin, për Flogetin dhe për Marsidin, pyetje çfarë doni ju, jeni të lirë, bëni një skanim të ky QR kodi, logohuni dhe shkoni pyetjet atje. Do shikoni që me njerë pas emisionit, unë do e hap dhe do... A mund t'i përgjigjem këtyre njerëzve? Mund t'i përgjigjem, direkt atje, do e përgjigjem atje, dhe shkoni tani. Takohemi të martën, deri atëherë, me që jemi të korupcioni, ju e dini që për korupcionin unë mbaj gjithmonë dy qëndrime. Kur nuk është në... Kur nuk e bëj vetë, e luftoj, aman, kur e shoh që më vjen të dera se kam bënë një gjë vetë, atje unë do e mbroj pa korupcionin. Corruption is not bad. Corruption is only bad if I'm not involved. Yes. But if I'm part of that corruption, I'll defend it. La vita continua. Un uomo diventa importante, ci si aspetta che abbia degli entusiasmi. Entusiasmi. Quali sono i miei? Che cosa attira la mia ammirazione? Che cos'è nella vita che mi dà gioia?